fusha në kovra. Mirëmbrëma gjithëve! Mirëmbrëma! Dojna? Ua, sa i bukur e bërë, jo të lutam. Jo. U liberati komplet. Duke pak si grime të drejtë. Po e lam shumë në kripe dhe na urrudh pak djali. Mirëmbrëma dhe një maj sa më të mbarë të gjithë ju që po na ndiqni. Dhe më lejoni t'ju them që ky maj nuk është maj do si do, sepse ky është maj dhe mund të jetë maj më i rëndësishëm i mbi një dekade. Po, gëzuar gjithashtu edhe 2 majin. Po 2 maj qua po me që pushim dje, pushim dhe sot se. Si me 14 shkurtin pra? Në 14 shkurt festojnë të dashuruarit, tani ngel të hatri atyre që ishin beqar, bën dhe 15 shkurtin. Edhe ne pas 1 maj që është festa e punëtorëve, në 2 maj kemi festën e të papunëve. Po, madje mendoj që 2 maj festohet më shumë këtu. Se 1 maj e festojnë ata që kanë ikë 1 milion shqiptarë që kanë ikë gjatë tyre mbi një dekade. Po, jemi që jemi, është një kategori tjetër, Dojna. Që unë mendoj që e meriton një ditë të sajen. Është kategoria atyre që punojnë shumë, po shumë për të shkatruar këtë vend. Këta lodhen më shumë nga gjithë. Këta kanë më shumë se një dekadë që punojnë. Unë them, e meriton një ditë dhe këta. Mirë, 3 majin. 3 maj, takzoni. I fusim dhe 4 maj. Po 4 maj? Jemi që jemi. Po më gjithë ata që nuk festojnë as njëshin, as dyshin, as treshin. Për shembull analistët politik. Bravo. E meritojnë. Gjithë ta tash që s'din ku shkojnë këtë mbrojnë se erdhi data. Ndërkohë që ne tallemi me këto datat, Amnesty International, një nga organizatat më të mëdha për drejtat e njerëzit, i vuri vulën arritjeve të qeverisë në shëndetësi. Dhe kur themi vulën, e kemi parasysh këtë lajm, Amnesty International jep alarmin mbi situatën në Shqipëri të sëmurëve me kancer u mohohet shërbimi. Mjekët i adresojnë në klinika private. Ky është raporti i fundit i fokusuar sidomos në skandalin e spitalit onkologjik. Amnesty International duket sikur na ka prej veshi dhe na thot ku është shëndetësia falas, kur as të sëmurëve me kancer nuk u sigurohen ilaçet që mund të shpëtojnë jetën. Po ku pyet ky për kapje nga veshi? Po edhe këta të Amnesty International duan ta kapin nga veshi. Po e ka humbur ndihmërinë. Si të marrë shishe vere 33 euro nuk e ndjen më vllap në veshit. I ke parti si janë këta Mojdojna? Këta kapin nga veshi, kapin nga hunda, kapin nga faqja, kapin nga ngusha, kapin nga plënci, nuk ndjen më. I vetmi rast që këta ndjen, skuqe, pra nuk skuqen në gjëra tjera, por skuqen vetëm tek nepsi për pushtet. Aty i rri llampa ndezur. Por më lejo të jap një lajm të mirë. Më në fund, ha. Po. Në Indi, po? Është dyfishuar popullsia e tigrave, që ishte edhe në rrezik zhdukjeje. Se Mojdojna... Tani mund të flesh i qetë natën. Çfarë mornica? Dhe imagjino, është dyfishuar popullsia e tigrave, pa patur në veçojmë ne tigratan. Se imagjino çonim ne tanë çdo bëhe. Po si ka mundësi që është rrit popullsia e tigrave, po ka rënë popullsia e njerëzve në Indi? Po tani të lutem, tigra do hanin gjë apo s'do han? Do han. Njerëz janë dhe ata. Se po mendonin fakt ti kishim çuar tigrat tan. Po Thash se do ti kishim çuar dhe ne ca njerëz që si kemi shef. Sa gojë ëmbël që ke sot Mojdojna, apo kështu gojë ëmbël qof gjithmonë. Fjala jote në vesh të atij. Shpresoj shumë. Po ta shofi tigri po sa kur i çem në një politikan dhe not my time. Po ne, nga 3 tigra që kishim, një na hiku. Po. Me vrap. Po. Po s'ka që kemi 2. Po kemi 2 ata në Vlorë. Po. Tigri 1 dhe tigri 3. Po ka i problema ata Dojna. Nuk po shumohen. Nuk po riprodhon, nuk... Po, mbase u ka kaluar mosha. Mbase. Pastaj, ki parasysh dhe gjika Vlorë, kam 5 vite aty që ri në bregdetin e Vlorës. Martesa është konsumuar, është bërë monotone, nuk i shkon më mendja për ato punë. Lagështira bën të vetën, kjo ngrasia, këto... është normale. Pastaj, si të rish lakurish para të gjithë njerëzve të shohin ata. Turpi madhës. Skuqet, tubua e anis generator. Unë them ngrini vezët. Jeni që jeni, ta keni për një moment të dytë. Ore, mos janë burra të 2 më. S'ka problema, Gjenda Sorosit e parashikove këtë. Dhe këto. Shekat më njane dhe rikthemi anijeve generator për të satën erë?
100 diçka. 100 e kusur. Sepse këtu kemi treguar me fakte për parregullësit, shkeljen me anije gjenerator që kanë zënë vendin e jahteve në bregun e Vlorës. Në fakt ato nuk prodhojnë as turizëm, as bukuri, por fatur, një fatur që sa vjen e zmadhohet, ndërkohë që plazhi bëhet gjithmonë më i shtrenjtë. Dhe për ju që nuk i keni parë këto anijet, sepse nuk keni para të shkoni në plazh të shihni se çfarë mrekullie është, nuk di do. Atraksion turistik. Është një must do para se të vdesësh. Po ja shpjegojmë me fjalë të thjeshta. Në kohën e krizës energjetike, neve na binte shumë më lirë po t'i blinim anijet. Por jo, tha dikush, do i marrim me qera, që t'na bi më shtrenjtë. Se duke na rënë më shtrenjtë, na bie më lirë. Madje na binte më lirë dhe po ta importonim energjinë nga jashtë. Por jo, do i bim më shtrenjtë se na bi më lirë, kur na bi më shtrenjtë. Piranja jon Matilda Prendi ka shkuar për të pyetur njeriun kyç të kësaj çështjeje, zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Kush i ka bërë këto llogari dhe mbi të gjitha sa e ka pas matematikën? Po tash unë kam një dyshim timin që mos kanë qenë paralele me Lul Bash ose në klasë. Jo, Flor, lutem. Fajin e ka Zysha. Zysha e matematikës. Nuk e di se kush është Zysha e matematikës, po t'na kontaktoj dhe t'na thot ta sqarojmë mbi këtë çështje. Çfarë ka Zysha nëse si funksionon si më i dojnë? Si biem çfarë? Pastaj edhe le si bëjmë shumë. Për çfarë merrim ne për 40 ca milionë euro? Ja, po shpirti mbi të gjitha më. Po këta vogëlsira, po nuk e kuptoj fare. Ë? Shiko, ne po e shohim me që kemi bërë gati. Për rëndësishëm është gjithmonë shpirti, jo 40 ca milionë euro. Ne jemi kampion. Për këto gjëra? Anijet gjenerator të ardhura nga Bangladeshi, të njohura si Tigri 1 dhe Tigri 3, kanë patur vëmendjen tonë për më shumë se 3 sezone. Kjo për shkak të parregullsive në procedura që janë ndjekur hap pas hapi, që nga blerja e deri tek vënia në punën e tyre. Por le të rikthehemi të bëjmë një përmbledhje të këtij skandali me kosto për disa $10 milion për buxhetin e shtetit. Anijet u ble nga kompania offshore Accelerate Energy Limited Partnership nga Bangladeshi në 2022 për $15 milion, ndërkohë që kompania publike Cash bëri kontratë për t'i marrë ato me qira për plot $45.5 milion. Pra, 3 fish më shtrenjtë. Një absurditet që thërret me të madhe skandal. Për më tepër që Cash dhe Ministria e Energjetikës gënjyen duke na e prezantuar kompaninë offshore sikur ishte prestigjozja Accelerate Energy. Në fakt, kemi të bëjmë vetëm me ngjashmëri emrash, të bërë qëllimisht për të ngatruar të interesuarit, por nuk mbaron me kaq. Sepse, nëse $45.5 milion do t'jepen për qiran, vlera që do të shkoj për operimin nga kompania tjetër fituese Renko, kap shifrën $22.5 milion. Pra, plot $68 milion që do të merren nga arka e shtetit, që mbushen me taksat e qytetarëve për përfunduar në xhepat e pronarëve të kompanive fituese. Shkeljet e Cash për këto 2 asete termike janë të shumta, që nga emergjenca e hapjes së tenderit e deri tek kapërcimi i afateve të tij, si dhe përgatitjet për t'i marrë në dorëzim, edhe pse ka përfunduar emergjenca dhe afati i kontratës 2 vjeçare që u firmos në 4 prill 2022. Nga 10 ditë kohë që detyron ligji për të shpallur një garë me procedurë të përshpejtuar, korporata elektroenergjetike la vetëm 3 ditë kohë. Kontrata me Cash dhe Accelerate Energy Limited Partnership u negociua në mars 2022 dhe u firmos një muaj më pas, por pa lënë afat dorëzimi. Pra, e theksoj, u zhvillua një tender emergjent kur nuk dijej se kur do të vinte malli që po kërkonin. Tani, le të sqarojmë pak më mirë çështjen e emrit. Na ushqit publikisht se anijet termike janë sjell nga kompania amerikane Accelerate Energy, por na ka rezultuar se firma që është marrë me këtë ka vetëm emrin e ngjashëm, pasi bazën e ka në shtetin offshore Delaware, parajsë fiskale që mban sekret pronarët. Madje edhe më shumë, sepse në rastin në fjalë kemi të bëjmë me një sistem që nga ekonomistët është emërtuar si sistemi guask. Është ngjashme me offshore-ët, për sa i përket sekretit, futet një kompani brenda tjetrës, do të thënë kompania A kontrollohet nga kompania B, kompania B kontrollohet nga kompania C, C-ja kontrollohet nga D-ja dhe praktikisht këto janë si matrios shkatëruese që njëra futet e tjetra dhe ti e ke të vështirë të shkosh deri në fund. Kështu funksionon edhe kompania guask. Në dokumenta shihet se oferta në Cash është dorëzuar me logon e firmës prestigjioze Accelerate Energy, por në brendësi del se certifikata e regjistrimit është e një kompania tjetër, Accelerate Global Operations LLC, ndërsa personi që ka firmosur ofertën është Daniel Bustos, shefi i njësisë tregtare i një tjetër Accelerate, asaj Limited Partnership. Të dyja kompanitë si Accelerate Global Operations
ashtu edhe Accelerate Energy Limited Partnership rezultojnë me seli në shtetin offshore Delaware. Pra, kontrata që vlen miliona dollar, sjell dokumenta të 3 kompanive të ndryshme? Kesh, në këtë rast si autoritet kontraktor i ngarkuar për procedurën e marrjes me qira të 2 aseteve gjeneruese, duhet të shpallte ofertën të pavlefshme. E jo vetëm kaq, por kur anihen ndizen, ndotja mjedisore që i shkaktohet zonës së mbrojtur në gjirin e Vlorës është kolosale. 2 tecet ka një kapacitet prodhues energjie për 114 megawatt për orë dhe kërkojnë konsumin e 500 tonë ditë lëndjekse të llojit mazut. Nëse këta do ndizen, bie që të digjet naftë e rëndë dhe emeton jashtëzakonisht ndotje. Në gjithë të pejsazh të mrekullueshëm vjen një super ndotës. Është një tmerr për atë zonë. Sot nuk ka asnjë interes që termocentralet lundruese të ndizen, pasi çmimi i energjisë është normalizuar dhe Kesh ka patur një vit të mirë ku ka shitur energji. Por ato ndezën, sigurisht, sepse nevoja për ta çuar deri në fund këtë aferë, me qëllim justifikimin e saj, kalon çdo arsye tim logjik, fitim prurës në buxhetin e shtetit. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është edhe analiza që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit, ku del se çmimi i energjisë së prodhuar nga anijet del 268 euro për megawatt për orë. Pra, 4 herë më i shtrenjtë se të blesh energji nga importi. Por pavarësisht kësaj, Kesh ka marrë përsipër kostot e çdo ganimi të anijeve, vajit lubrifikues dhe nxjerrjes së lejeve, licencave, autorizimeve dhe marrjes me qira të depozitave të lëndëve djegëse. Dhe për të gjitha këto, janë shpenzuar edhe 9.4 milion euro të tjera. A e ka një përgjigje personi në majën e piramidës së kësaj afere korruptive? Zonja Balluku, përshëndetje, Matilda nga Piranja, duhet t'ju pyesja si po shkon prodhimi i energjisë nga 2 anije tec në gjirin e Vlorës. Ju keni marrë gjatë forca policia, ai trembeni kësaj afere nga spaku duke qenë se ka nisur dhe hetimet? I trembeni aferës? Zonja Balluku, jemi për tecet këtu, po na dërmoni. Zonja Balluku, a nuk do t'ishte më fitim prurse për arkën e shtetit nëse do t'i blinim këto anije për vetëm 15 milion dollar? Se sa t'i merrni me qira për 45 milion dollar, plus 22.5 operimi, plus 9 milion dollar të tjera për lubrifikantët, çdo ganimin, karburantët, gjithashtu. Pse nuk e ka deklaruar zonja ministre që kompania fituese e këtij tenderi është një kompani offshore me certifikat regjistrimi në Delaware, po në lidhje me llogaritjen që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit dhe specialistët, të cilët thonë se vetëprodhimi i energjisë nga këto 2 tece do të kushtoj 4 fish më shumë se sa nëse ne do ta binim energjinë nga importi. Për të gjitha këto pyetje, zonja ministre nuk dëshiroj të përgjigjej, por nxitoj të largohej. Pranojeni të paktën që keni dështuar me këto 2 tece, zonja ministre. Ju, Keshi, edhe qeveria. Ndaj vëmendjen për shpëtimin e 68 milion dollarëve që rrezikojnë të ikin dëm dhe milionave të tjera që do të shpenzohen për lëndë djegëse, ja kërkojmë drejtësisë, konkretisht Spakut, i cili më në fund duket se ka nisur të veprojë duke hapur hetimet. Isha duke ardhur sot për Kukës, edhe 2 gjëra më bën përshtypje. E para, nuk është e vërtet që kur kalon traun pagu lek, se unë kalova dhe s'paguj asnjëherë lek. Dhe e dyta, ndjeva një lloj kënaqësie të veçantë, sepse pash gjelbrim pafund, hapësira pafund dhe as i këmbrobi. As i këmbrobi. Parkoje ku doje. Madje mund ta leje edhe makinën hap se nuk ka njeri me ta morë. Por kjo nuk është një gjë për të mërzitur. Kjo është një lajm shumë i mirë. Sepse po të kishte Kuksi njerëz plot, ku do futeshin 1 milion turista që do vinë këtë vit? A nuk është kjo një mrekulli? Dhe mrekullia më e madhe është që fal politikave tona, sa më pak banor të ketë Kuksi, aq më shumë mandate nxjerr PS-ja.
Ndaj, nëse ka ende Kuksian, aj sa kanë ngel këtu në Kukës, dhe do na votojnë neve në Partinë Socialiste për një mandat 4, unë përveç këtyre renderave do ju jap dhe 3 premtime. E para që do organizojmë festivalin më të madh muzikës elektronike që do quhet Kuksi Tupsi Tupsi. E dyta që do e kthejmë Kuksin në qytet bregdetar, duke çar male, fusha, duke bashkuar detin Adriatik me liçenin e Fierzës dhe duke krijuar detin më të ri në Europë, i cili do quhet deti Fierzatik. Dhe për gjitha ta mos besus që thonë si mundet ky ta ketë seriozisht kur thotë që do i jap gjithëve pasaportë europiane. Është shumë e thjeshtë. A ka nikur në 3 mandatet qeverisës time 1.3 milion banor, 1.3 milion shqiptar? Ha? Më votoni prap mua dhe deri në 2030 do ikin dhe këta 2.3 që kanë ngel dhe ja ku bën gjithë me pasaportë europiane. Kaq. Unë se kuptoj pëse bërën ka i vështirë. Kjo është e gjitha. Pra, na votoni që t'hikni gjithë dhe të merrni pasaportë europiane. Hajde! Regjia, për 2 velinat na montoni një tub, ju lutem. I falenderojmë velinat. Ose na humbin ai. Po, i falenderojmë velinat. Falenderojmë. Jeni të mrekullueshme. Zini vendet tuaja. Flor, tani do të bëhemi serioz sepse do kalojmë nga krimet elektorale në krimet të tjera. Kemi një garnitur të plot. Javën që kaloi pam me zë dhe figurë masakrën mjedisore që po ndodh në Tiranë nga dora e firmave të ndërtimit, favorizuar sigurisht nga neglizhenca, por ndoshta edhe bashkëpunimi i institucioneve. Me piranjën tonë zotin Kuqi, që na printe udhën, ndoqëm kamionët e firmave të ndërtimit që shkarkonin dherat dhe inertet jo në një, por në disa vend grumbullime, si për shembull në Sharr, në Zallher, në Tufin, në Baldushk, në Murag, në Mëzez. Vetëm një kriter duhet plotësoj vendi. Po. Tjetë bosh. Po, le të jetë dhe tokë private, s'ka problem, e mbulojmë ne. Mund të vinë shtëpiton dhe thua. Po, le balkoni bosh. Por ka dhe një kriter të dytë. Që është? Sigurisht. Duhet të shkatërroj krejt mjedisin për rreth, lumin, tokat bujqësore, gjithë shka që ka për rreth. Po si do justifikoj Ministria e Mjedisit punën, se po thotë, që s'po bëhen si gjë. Por zoti Kuqi, ose siç njihet nga banorët në zonë Mr. Red, El Señor Rojo, nuk e la me kaq. Këtë javë ai gjurmoi një tjetër kamion për të zbuluar vende të tjera vend grumbullime të palishme inertesh. Por ajo që do shihni, do ju them sinqerisht shumë sepse jemi përballë shkatrimit të mirëfillt të mjedisit në periferitë e kryeqytetit. Ndërsa ministra? Thirrja fundit për pasagerën ku mbaro. Ku mbaro kjo punë? Ku mbaro? O Flori, më prit pak, shiko, më prit pak, do më presesh pak, sa shkoj pak në shtëpi të mbyll derën me çelës, edhe të vë një vazo të balkonit, pak të ta shohin që është kjo. Dhe vazon. Jo, po shkoj, po ika. Vazhdo. A, të lutem. Po.
Një javë më parë, sollëm në vëmendje një skandal që po konsumohet çdo ditë në Tiranë, e që ka të bëjë me hedhjen e dherave dhe inerteve, të cilat dalin nga gropat e kullave që po ndërtohen. Në mungesë të një vendi të caktuar nga bashkia, dherat hidhen gjithandej në zonat periferike, duke shkaktuar një masakër të vërtet mjedisore. Të dokumentuar me pamje të qarta nga bazat e palishme të krijuara nga ndërtuesit dhe nënhunden e autoriteteve, që fatkeqësisht me sa duket janë bashkëpunëtor në këtë krim mjedisor. Nga Tufina, në Baldushk, Sharr, Muraga dhe Zadher, shihen qartë masive të tëra mbetjesh të hedhura në toka bujësore dhe mbi shtretërit e lumeve. E gjitha kjo në palishmëri të plot dhe në nëhunden institucioneve përgjegjëse. Zëri Stani, ku shkojnë dherat që nxirren nga gropat e pallateve të reja që duhen në Tiranë? Zëri Stani, ku shkojnë? Në takimin e parë, pavarësisht urimeve të përzemërta që i bëm, zonja kryetare në detyrë nuk na dha asnjë përgjigje. Prandaj vendosim ta provojmë përsëri. A ka mundësi të bëjmë bisedë qytetare? Po ja, pra qytetare për kërkoj. Edhe takimi i dytë nuk shkoi as pak mirë. Sidoqoftë, e treta e vërteta. A ka sot Bashkia e Tiranës, zonja Ristani, një vend të përcaktuar për depozitimin e dherave dhe inerteve që dalin nga gropat e reja të kullave që ndërtohen? A ka dështuar Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit për ta parandaluar këtë? Në këto momente të jap një përgjigje dhe me ngarkua, si thosh, kolegët apo institucionin ku punoj, me një përgjegjësi të tillë më është pak e vështirë. Se edhe mund të ketë në kuptimin e asaj sektor apo inspektor të cilët edhe mund të kenë rëshkitur diku. Hapat që do të merren do të jenë nxjerrja një urdhri urgjent nga kryeinspektori përgjithshëm, duke paraqitur faktin e për ngritjen e grupeve në terren për verifikimin e situatës dhe nisjen e punës pikë së pari për identifikimin e shkaktarëve, e autorëve të këtyre masakrave, krimeve mjedisore. Në bashkëpunim me institucionet, komisariatet përkatëse, me policinë bashkiake, duke bërë kallëzime kryesisht në prokurori për të mundësuar identifikimin e autorëve. Por fatkeqësisht, në vend që të vijë alarmi për këtë masakër, pikat e palishme të depozitimit sa vine zbulohen njëra pas tjetrës, përmes një efekti domino që dëshmon më së miri se gjithçka është e koordinuar mes ndërtuesve dhe institucioneve përgjegjëse. Për të kuptuar më mirë situatën, ne vazhduam të ndjekim lëvizjet e kamionëve që ngarkohen çdo ditë e natë në gropat e kullave dhe ky vëzhgim në distancë na çoi në vend depozitime të tjera të palishme. Këtu jemi në Petrel, në një nga zonat më të bukura të gjelbëruara të periferisë, e cila nëse vazhdohet me këto ritme nuk do të jetë më e tillë, sepse çdo ditë me 10 kamion të ngarkuar me mijëra metër kub, dhera dhe inerte depozitohen në territorin e saj. Kamionet kalojnë pa u ndalur, njëri pas tjetrit, në garë se kush bën më shumë rrugë, me destinacion vend depozitimin ilegal, që krijon një mjedis surreal në mes të gjelbërimit, i cili po shkatërrohet dita ditës. E nëse pyesni se si ka mundësi që u ka shpëtuar autoriteteve, është shumë e thjeshtë, sepse këtu dherat dhe inertet nuk i hedhin banorët e Petrelës. Përveç kryetari i Partisë Socialiste të zonës, Adriatik Kupi, i cili me sa duket, duke patur mbështetjen e nevojshme, nuk pyet as pak për mjedisin, duke zhduruar zonën e gjelbër në një landfill të palishëm, ndërsa njësia administrative e Petrelës, e drejtuar nga Sokol Kupi, i afërmi i tij, ka zgjedhur të heshtë. Duke u bërë bashkëpunëtor në këtë biznes familjar në dëm të mjedisit dhe zonës përreth. Përshëndetje, si jeni zoti Kupi? Mirë, si kalova? Mirë, faleminderit. Jam Edon Kuqi, gazetar nga Piranjat. Pa? Jeni në zyrë për momentin? Jo, nuk jam atë. Sepse dua t'ju takoj nga afër për një problem që kemi hasur në zonën tuaj. Po çfarë lidhje, me çfarë probleme? Lidhjet me depozitimin e dherave dhe inerteve. Petrela është zonë turistike, aty është tokë bujësore, kullota, pyje. Për cilën as bëhet fjalë, ma bën një kërkesë. Po, ju e dini besoj se është afër njësisë tënde administrative, është në Fikas. A mund t'i bëhet Petrelës diçka e tillë që një zonë turistike e bekuar nga Zoti dhe natyra të zhdërrohet në një landfill ilegal? Hajde ikim bashkë tani, ju besoj e doni vendin tuaj? Besoj se e dua edhe më shumë se sa që don ti. Duket zoti Kupi që e do shumë Petrelën. Shihen nga landfilli ilegal që ka lejuar të funksionojë në mes të gjelbërimit. Është e çuditshme, mos ta keni parë ju se ju jeni edhe Petrelas, ju i keni parë kamionet që kalojnë çdo ditë, çdo natë, dhe aty kanë kthyer në një landfill ilegal. Më bëj një kërkesë njësia. A ka lidhje Adriatik Kupi me këto dhera? E mbylli. Nuk i bëhet keq kushëririt, por më tepër në mes të fushatës elektorale. E ndërsa ne po gjeronim kamionët që vinin njëri pas tjetrit,
një prej kamionistëve dhe ndihmësi i tij u kujdesën të fotografonin dronin me siguri për t'ia dërguar shefave. Pas këtij momenti, punëtorët me shpejtësi braktisin zonën. Nëse mendoni që do të shikoni bukuritë të rrallat natyrës që Zoti ka falur kësaj zone, keni gabim, sepse janë në mes të një mali dherash dhe inerte që vijnë nga kulla dhe ndërtimet e reja që bën në qendër të Tiranës. Jemi në Zall Bastar, aty ku 10 kamion të ngarkuar ngjiten në rrugën e Arbrit duke shkarkuar ngarkesën e tyre në vend depozitimin ilegal. Si shihet, me mijëra metër kub dhera dhe inerte janë depozituar në tokën bujqësore dhe në shtratin e lumit, duke ngushtuar këtë të fundit, ndërsa fadromat punojnë pa pushim duke shtyrë materialet e hedhura dhe duke spostuar rrjedhën. Pika tjetër grumbullimit është në Bathore, ku dhera dhe inertet që dalin nga gërmimet e komplekseve të reja në kryeqytet, sillen dhe depozitohen në një hapësirë që zgjerohet dita ditës në dëm të tokës bujqësore. Tashmë fusha është mbushur në çdo centimetër të saj, duke krijuar male artificial mbetjesh që me sa duket nuk i bëjnë më përshtypje askujt. Edhe në këtë rast, masakrës nuk i ka shpëtuar as shtrati i lumit, i cili ka nisur të ngushtohet duke tjetërsuar rrjedhën normale. Imagjinoni pak se çfarë ndodh këtu në Koshirash, kur ujërat marrin me vete inerte dhe dherat, që shpërndahen më pas në të gjithë gjatësinë e lumit, deri në Bregdet. Ndërkohë situata nuk është as pak më mirë në Zaldajt, aty ku kamionet bëjnë vajtje ardhje në mes të ditës, me ngarkesa që vijnë nga zonat ku po ndërtohet në Tiranë. Edhe ky vend depozitimi është sërish në shkelje të plotë të ligjit. Masakra vazhdon. Me sa duket rruga Arbrit është bërë një zonë e preferuar për ndërtuesit, të cilët e kanë kthyer në një landfill abuziv. Jemi buz rrugës kryesore, pak kilometra nga Tufina, ku si në rastet e mëparshme janë depozituar qindra metër kub inerte. Në sy të autoriteteve, të cilat kanë zgjedhur të heshtin përballë këtij krimi mjedisor. Po kaq alarmante është situata edhe në bregun e lumit, ku shtrati është kthyer në vendin ideal për hedhjen e inerteve që janë bashkuar mbetjeve plastike, kartoneve, mobiljeve e çdo mbeturinë tjetër. Tani të shohim pak se çfarë ndodh në Yzberisht. Aty ku bumi i ndërtimeve është shoqëruar me pasoja për mjedisin, kamionet kalojnë çdo natë duke shkarkuar dhera dhe inertet në këtë fushë, e cila ka nisur të mbushet pak nga pak. Pa folur pastaj për pasojat që sjellin shtullungat e pluhurit për banorët të shtëpive përreth. Jemi në Zallher, shumë pak kilometra nga qendra e Tiranës, aty ku kulla dhe luksi nuk e fshehin dot masakren mjedisore që po shkaktohet. Ditë dhe natë pa ndërprerje, 10 kamion të ngarkuar me inerte nga gropat e pallateve dhe komplekseve të reja që ndërtohen në Tiranë depozitohen këtu. Në shkelje të plotë të ligjit dhe pa u penguar nga askush. Por të siguruar mbi vërtetësinë e sa tha më sipër, na u tesh një vëzhgim disa ditor, duke parë nga afër atë që po i shkaktohet mjedisit. Dhera dhe inertet sillen këtu me kamiona dhe depozitohen pra një fushe, duke shkatëruar jo vetëm tokën bujqësore, por dhe shtratin e lumit, i cili nuk është kursyer as pak nga kjo masakër. Por si është e mundur të ndodhë kjo? Përgjigjja është e thjeshtë, veç shteti është palë në këtë masakër mjedisore. Pasi veti shkreu njësisë administrative Zallher, Arben Maloku, është ai që ka hedhur metër kubin e parë të inerteve, duke përdorur kamionet e shoqërisë ARB Trans, që pasi u fut politikës, ja kaloi në administrim babait të tij, Shoqëri Maloku. Pra, ish kryetari u bën inertet 5 shesh banorëve të njësisë administrative që ka administruar, duke shkatëruar gjelbërimin dhe shtratin e lumit. Mos harrojmë se Maloku është akuzuar nga opozita edhe për përfitimin e 34 milionë eurove tendera nga Bashkia e Tiranës gjatë kohës që ishte zyrtar i lartë i këtij institucioni. Zyrtar të lartë të njësive vendore, drejtues politik të majorancës, cep më cep Tiranës, duke abuzuar me pushtetin në kulmin e fushatës zgjedhore. A kemi të drejtë të dyshojmë se një pjesë e këtyre parave të palishmërisë mund të përdoren për efekte elektorale? Meqenëse se Bashkia e Tiranë me policinë dhe inspektoriatin e mbrojtjes së territorit në varësi të saj, Policia e Shtetit dhe Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nuk e kanë as pak në mend të ndërhyjnë, a mos duhet që SPAK të mbledhë informacion për çfarë po ndodh? Nëse do të kenë vullnet, tek ne kanë në dispozicion të gjitha pamjet dhe vendodhjet e sakta ku kryhet masakra mjedisore që po shkatron çdo ditë Tiranën. Bravo, zoti Kupçi. Një nga ngjarjet e javës Dojla ishte edhe dalja e kësaj faturës së lobimit të Partisë Demokratike në Washington, një faturë që u mor përsipër nga një grup atletarësh, bashkëatletarësh. Dhe SPAK-u nisi më njëherë hetimin, si një not i sinkronizuar, do thonë. Për pak fare ishin kokë më kokë dalja e denoncimit dhe hetimi në të njëjtën minutë.
Shumë mirë bëjnë. Duhet të hetojnë dhe mirë e bëjnë, sepse dhe unë jam kurioze nëse ato 6 milion janë para lobimit të pastra, apo jo? Atë duam të gjithë të dim. Mirë po, ne kemi denoncuar këtu në Piranja edhe skemat të tjera lobimi, shumë herë më të errta dhe okulte se KPD-s, që janë bërë nga Partia Socialiste. Apo me vërtet ke ti? Po ca janë të nënë, ca janë të njerëgës, dihet kjo punë. Por spaku nuk i ngatron gjërat. Jo, nuk i bën këto diferencime. Kështu që u hodh me njëherë të bëj hetimin. Po, atë po presin. Si po presin? Kemi 2 vjetë, dojna. Po, atë po presin, sepse kanë kaluar 2 vjetë që nga denoncimi ynë, po spaku nuk ka pasur kot merre tash me të. Aq më tepër, shlodhet, ka punë. Kur paratë e lobimit nga partia në pushtet, shumicën e rasteve janë taksat tona që paguajmë ne çdo muaj. Dhe përfitojmë nga rasti, t'ja rikujtojmë këtë investigimin ton, popullit ton kujtimdashës. Shifim. Viti 2023 ka nisur me një nga skandalet më tronditse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Skandal në të cilin ka edhe një cop Shqipëri. Charles McGonigal u bë një nga zyrtarët e lartë të FBI-s që u vendos nën akuzë pasi hetuesit zbuluan se kishte përfituar shumë të mëdha parash nga një oligark rus dhe nga një biznesmen shqiptar. Gjithashtu McGonigal kishte përfituar udhëtime falës në disa vende të Ballkanit, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Shpenzime këto të mbuluara nga njëjti biznesmen shqiptar, Agron Neza. Në takimet e shpeshta në Shqipëri, agenti i FBI-t u mësua të kishte zhvilluar disa takime me zotin Rama. Takimet organizuara nga Dorian Duçka, i konsideruar si një lloj eminence gri e kryeministrit. Krahas agentit tashmë të arrestuar janë 4 emra njerëzish të cilët janë të lidhur me këtë. Oligarku rus Oleg Deripaska, biznesmeni Agron Neza, Dorian Duçka, si dhe në majtë të piramidës, kryeministri Edi Rama. Flasim për Dorian Duçkën që ishte këshilltari për pagesë dhe Agron Nezën që i lidhte bashkë Duçkën, Nezën dhe Rama. Qofse do ketë vullnet edhe në Shqipëri mund të hetohet ai, bashkë me ta sekserët e vet, të cilët çuditërisht ishin njerëz të afërt e Edi Ramës. Kryeministri i Shqipërisë ka shfrytzuar një ish agent të korruptuar të FBI-s për të hetuar kundërshtarët e vet politik. Qofse ne do të bëjmë një hetim për implikimet, mendoj që mund të përfshihen shumë më tepër se sa kaq. Nga akuza që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund ta mendosh në mënyrë të arsyeshme që zyra e kryeministrit, këshilltar të tij, biznesmen, njerëz të tjerë kanë shkelur ligjet shqiptare në marrëdhënien e tyre me McGonigal. Dhe këto duhen hetuar. Lidhjet deri në fyt, siç thosh Washington Posti, Edi Ramës me McGonigal kanë çuar në tentativën për eliminim politik të opozitës shqiptare. Nga pikpamja e standardit politik është një gjë skandaloze kur kryeministri i një vendi shfrytëzon një njerëz të korruptuar për të luftuar kundërshtarët e vet politik, dhe aq më keq kur mënyra se si bën këtë gjë është duke përdorur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë histori e cila në SBA zuri faqet e para të gazetave më prestigjioze, ka edhe një anë tjetër të errët, e cila ndërlikon edhe më shumë situatën e shqiptarëve të përfshirë në të. Bëhet fjalë për $225,000 të dhëna McGonigalit, që meldohet të janë para që kanë dalë nga Shqipëria, dhe me shumë gjasa jo të vetme. Po tetohet kjo është e vërtetueshme, ka marrë para në metoda të palishme në Shqipëri, shumë para, shumë të mëdha para, flasim për miliona euro. Gjithë kafet e Tiranës tregojnë si Barceleta se si ai takonte njerëz dhe u kërkonte para. Një shifër për 225,000 euro që përmendet aty fillimisht në padin zyrtare ndaj McGonigal, duket qesharake kur kemi parasysh që vetëm në tubin e aspiratorit të pastrusës së shefes kabinetit Ahmetaj u gjetën rreth 500,000 euro. Afera McGonigal tregon një sistem të tërë, të kalbur, i cili e ndërton gjithçka mbi bazën e korrupsionit. Por kjo është vetëm marrja e icebergut të një raporti korruptiv, sipas akt akuzës, mes qeverisë dhe agentit tashmë të arrestuar. Një raport i cili ka lënë gjithandej shenja, vit pas viti. Por le të kthehemi pas në kohë. Është viti 2017 dhe sipas dokumentave të FBI, McGonigal ka kërkuar te kryeministri Rama që licencat e shfrytëzimit të puseve të naftës, Gorishtit, Koçulit dhe Cakran Mollaj të mos jepeshin te kompania ruse. Në shtator kryeministri Edi Rama takohet me McGonigal. Në një nga këto takime, i pranishëm ishte edhe Agron Neza. McGonigal kërkon të mos jepet licenca për fushat e naftës kompanive ruse. Kompania ishte Urimex. Kjo kompani ishte lidhur me pronar rus. Papritur, ndërpritet negociatat dhe hapet një tender nga Alpetrol. Nga 9 kompani që morën pjesë në këtë tender, e fiton kompania Transoil Group në pronësi të shefqet Dizdarit me 31.4% të aksioneve. Dhe çfarë ndodh më pas, do thoni ju? Shefqet Dizdari një vit më pas hap një kompani me McGonigal, Agron Nezan dhe Mark Rosinin. E thon fare shkurt dhe qartë. McGonigali do rrit tek Rama. Më falni. Ja, Ramës që t'ja heqi licencën ruse dhe t'ja japi biznesmenit të hidrokarbureve Shefqet Dizdari, i cili pas një viti bën aksioner në një tjetër kompani, McGonigalin,
Nezën edhe Rosilin. Pikërisht Mark Rosilin, ish agenti FBI-t i vënë në akuzë në vitin 2007 për përdorimin e të dhënave të FBI-t në favor të ish të dashurës së tij, një person i njohur në Shqipëri edhe për akuzat e opozitës, duke përfshirë intensivisht të përplasje politike në vend në favor të majorancës qeverisëse. A është rastësi që ky ish agent i FBI-t me lidhje të dyshimta në vendin tonë rastësisht të bëhet aksioner në një kompani investigimi, e cila kishte si themelues dizdarin, përfituesin e drejt për drejt të hidrokarbureve, të cilën e kishte bekuar dhe vetë me gëli me firmën e Ramës. Ne nuk mund ta vëmë gishtin se Edi Rama ka korruptuar me Gonigal përmes dhënies së puseve të naftës, por kjo është ajo lidhja që na del nga mbledhja e fakteve. Për sa kohë ka patur 9 kompani që kanë marrë pjesë në garë ose ti ke qenë në negociata me një kompani, pa pritur i gris letrat dhe hap tender, pse s'hape tender që më parë? Edhe një kompanie e cila kishte detyrime të prapambetura kontraktuale ndaj Alpetrolit për të kthyer sasinë e naftës në natyrë. Pra këta i kishin mbetur naft borxh Alpetrolit. Dhe Alpetroli në vend që të shkojë të bllokojë llogarit, bllokojë prodhimin dhe të marrë atë që i takon, i thot nuk ka problemi, thot, nase po t'jap edhe ca puse të tjera. Tani kush të kuptoj, mund të kuptoj dhe të nuk kuptoj çfarë të doj. Dhe këtu hyn në një tjetër histori. Atë të lojës së lobimeve okulte, të cilën do të cekim pak më vonë. Tani le të sqarojmë. Çfarë është një lobim dhe si funksionon? Që në fillimet e institucionalizimit të pushtetit në shoqërinë njerëzore, provincat për herë kanë tentuar për të amplifikuar pushtetin e tyre, duke patur kontakte dhe komunikimi me pushtetin qendror. Lobimi në fakt është shumë i thjeshtë. Nëse e marrim një shqiptar që vjen nga fshati në Tiranë dhe në Tiranë nuk njeh askënd, atëherë do që të takoj dikë. Është dikush që ka punuar tazem te bashkia apo te një ministri dhe i mundson një takim. Dhe zyrtari i dëgjon problemin që ka ky qytetar që vjen nga një vend që nuk njeh askënd në Tiranë. Dhe për këtë, zyrtari që mundson këtë takim bën një punë dhe merr pagesën. Pse më ky që ka lobimi? Po ne kemi lobuar ndër vite me radhë. Lobojmë tek krye e spitalit, lobojmë ke polici që mos ta marrë patentën, lobojmë ke mësuesja që dalin mirë me mësimet. Po ky që ka lobimi. Dhe siç ndodh gjithmonë, sidomos pas luftës së dytë botërore, qendra e botës janë Shtetet e Bashkuara. Në ditët e sotme, nëse mund të përdor një metaforë krahasueshme, qendra e Babilonit sot sigurisht është Washington DC. Që normalizoi lobimet me një ligj të veçantë në vitet 30 të shekullit kaluar. Problematikat e para të lobimit kanë ndodhur kur Europa mbizotrohej nga fashizmi dhe nazizmi. Aso kohë individ caktuar po dhe partitë politike tentonin që të amplifikonin propagandën e tyre dhe në Washington DC. Kjo krijoi një problematikë shumë të madhe në qendrën e pushtetit. Kështu që me një vendim në vitin 1936 presidenti Roosevelt i kohës kaloi një ligj që shkurtimisht quhet FARA. FARA është regjistrimi i agjentëve të huaj që punojnë për agjenci të huaja për individ apo kompani të ndryshme. FARA Act detyron publikimin për opinionin publik amerikan, kontratave të lobimit, arsyet e regjistrimit dhe sigurisht edhe të dhënat financiare. Me ardhin e pluralizmit, kjo formë e re dhe pa njohur që të çonte në kontakte direkte me institucione dhe individ të rëndësishëm, hyri edhe në Shqipëri, vit pas viti, partitë politike, por edhe qeveria, një lloj siç ndodh në të gjitha vendet me demokraci funksionale, e shtuan intensitetin e marrëveshjeve të lobimit me agjenci dhe individ të ndryshëm, kryesisht nga SBA-ja. Partitë politike shqiptare lidhin kontratë me një person në Amerikë i cili quhet lobus dhe regjistrohet në Amerikë si lobues. Dhe ky person ndërmjetëson takimet midis palës shqiptare dhe politikanëve amerikanë. Këto takime mund të jenë takime, çfarë lloji takime? Mund të jenë takime kortezie, zakonisht këto janë vetëm për të marrë një fotografi. Bën një fotografi me një kongresmen, me një senator, me një antar të kongresit, me një politikan amerikan, trëngon dorën se ta ka mundsuar të takim lobisti që cilën ke paguar dhe ti thua popullit shqiptar që mua më mbështet Amerika, un kam marrëdhënie të mira me qeverinë amerikane, mua më do Amerika. Pra më tepër shërben si propagandë, ti ke një qendrim caktuar, paguan lobist që të kontaktojnë me qeverinë amerikane për ndikuar qeverinë amerikane për një vendim që merr. Janë më tepër në kuadrin e përdorimit të këtyre takimeve që zhvillohen dhe fotografive që bën me këta politikanë amerikanë për të sugjestionuar publikun shqiptar. Po të shikosh të shumica atyre takimeve që ndodhin midis politikanëve shqiptar dhe politikanëve amerikanë janë bosh, pa përmbajtje. Referuar ligjit strikt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, praktikat e lobimit mbulohen nga fondet partijake apo raste të veçanta nga buxheti i shtetit dhe deklarohen në Departamentin Amerikan të Drejtësisë. Kontrata do të bërë publike. Çdo gjë që del jashtë konturit të FARA Aktit është e jashtëligjshme. Marrëdhënia financiare midis atyre që i marrin lobistët me kontratë dhe lobistëve në kuptim financiar duhet të jetë transparente, duhet deklarohet. Dhe në fakt, duke respektuar rregullat e lojës, lobimet në kampin e mazhorancës funksionuan më së miri deri në vitin 2017, deri kur Befas u ndërprer. Qeveria shqiptare
edhe Partia Socialiste që prej vitit 2017 nuk kanë asnjë lloj pagese të deklaruar nga kompani lobimi në SBA dhe natyrshëm lind pyetja. Çfarë ka bërë Shqipëria, qeveria shqiptare, deputetët e Partisë Socialiste apo dhe ministrat përmes kujt kanë mundsuar takimet me zyrtar të nivelit të lartë amerikan, qoftë edhe të mundsojnë edhe fotografi me presidentët amerikan pa paguar asnjë kompani lobimi. Pavarësisht kësaj ndërprerje të lobimeve të deklaruara, raportet e eksponentëve të Partisë Socialiste dhe ministrave të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijuan të jenë konstante. Takime, foto, video me kongresmenët dhe drejtues të Departamentit të Shtetit e deri në foto familjare të kryeministrit me presidentin amerikan. Gjithçka me një kosto të panjohur financiare. Nga burimet okulte. Njësoj si veproi kryeministri, që kërkoi hetimin për Nik Muzin se ku i ka gjetur Partia Demokratike parat për të paguar për këto lobim, për foton me ish-presidentin amerikan ato vite Donald Trump, njësoj dhe ne me të njëjtën logjik mund të ngrem pyetjen ku po i gjen parat kryeministri qeveria e Shqipërisë të loboj duke takuar underground zyrtar të lartë të FBI. A jemi në një situatë ku nga lobimet e lishme, majoranca qeverisëse ka kaluar në nivel tjetër? Atë të dhënies favoreve për lobues të padeklaruar të tipit Megoni Gëli, të cilët sigurojnë takime dhe foto në Washington në këmbim të parave, kesh apo tenderave të biznesmenëve të lidhur me ta? Dhe dyshimet në fakt nuk mungojnë. E tillë më duket kontrata për anijet e naftës me Accelerate Operation LLC. Kemi buxhetuar shumat konsiderueshme mijëra euro edhe për projektin e shkollës së Harvardit. Kemi konsulenca ligjore që paguajmë për studio ligjore e Sherry Blair, që është bashkëshortja e ish-kryeministrit britanik Tony Blair, për një kontratë konsulence ku Shqipëria do të shkonte në arbitrazh për çështjen e skanimit, koncesionit të skanimit të kontenierëve në dogana, dhe ne në fakt nuk shkojmë fare në arbitrazh, e zgjidhim me konsensus dhe parat u paguan si për arbitrazh ndaj kësaj zyre konsulente. Atëherë ku është interesi? Nuk dim ne të bëjmë ekonomi, nuk dim ne të bëjmë matematik, janë kaq të dobta dhe të pafta institucionet shqiptare, apo ka prapaskena lobime? A duhen hetuar këto afera të cilat nuk janë thjesht në nivel dyshimesh, por të bazuara në fakte konkrete? Kësaj pyetje më mirë se kushdo duhet t'i japi përgjigje organet ligjzbatuese. Ndërkohë që lobimet e majorancës qeverisëse në SBA vazhdojnë. Po sa ka ndikim? Sa kanë përfituar politikisht liderët e partive shqiptare nga takimet e nivelit të lartë? Historia tregon se rastet janë të ndryshme. Dikush i ka fituar zgjedhjet pasi takimit të lobuar. Foto e Ramës me Obamën ishte 7 muaj para zgjedhjeve, u shfaq si gruaja e Bilalit, vetëm që të bënte një foto me Obamën dhe këtë ta përdorën në Shqipëri si një mbështetje nga presidenti i Amerikës. E dikush i ka humbur. Ti ke rastin e zotit Basha me presidentin Trump, nxori një fotografi, ai takimi ishte lobuar, i mundësuar nga lobist, nuk ishte as takimi, ishte një fotografi. E nxori fotografinë, pretendoi që kishin folur gjëre gjatë, po s'pati as ndikim në votuesit shqiptar. Sepse jo gjithmonë lobimet e lishme ose jo janë zgjidhje e problemeve të politikës, e cila në Shqipëri ka gjetur të tjera metoda efikase për të mbajtur pushtetin ose për të ardhur në pushtet. Lidhjet me krimin, shantazhi me vendin e punës dhe mbi të gjitha blerja e votës. Një fenomen gjithnjë prezent në çdo palëzgjedhje në këtë vend. Dhe për këtë duhen shumë para cash. Para që lëvizin me shumicë në zyrat e partive. Problemi kryesor në Shqipëri është financimi i partive politike. Ne sot nuk po mundemi dot që financimet që bën parti politike të bëhen në mënyrë transparente. Sot parat vënë në parti politike me thas në shumës ose disa thas, në mënyrë skandaloze. Merret si metaforë, por kam përshtypjen se nuk është metaforë, është realitet. Në Shqipëri pra ikin shumë para çdo ditë. Problemi është që paraja e zezë është gjithmonë një para që dëmton ekonominë. Ndërkohë që skandali me Koni Gëlit, përveç se na la një shije shumë të hidhur, na dha edhe një tjetër mësim. Ajo që bëri skandali Mechanical është që besimi i shqiptarëve tek një palë tretë, që është simboli i demokracisë dhe i funksionimit të shtetit, u shkatrua. Ai pikë reference që kishin shqiptarët, por nuk besojnë asnjë nga palët tu, dhe referohen asaj palë tretë që është perëndimi dhe që lideri i perëndimit është janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U shkatrua pikë referencës. Këtë bëri skandali Mechanical në Shqipëri. Këtë bëri Edi Rama nëpërmjet Mechanical. Shkatroi besimin e shqiptarëve edhe në një pikë të vetme që kishte mbetur, dhe aty ku ishte mbetur. Tani ata mendojnë që çdo gjë që vjen nga Shtetet e Bashkuara mund të jetë bler, mund të jetë lobuar, mund të jetë korruptuar. Sepse jo çdo gjë që është shkëlqen është ar. Dikur, sa po njiheshe me dikë të pyeste, ku punon? Çfarë shkolle ke bër? Sot nuk të pyet më kush. Suksesi nuk matet më me arritje intelektuale, por me çelësin e makinës që mbështet në tavolinë. Nuk ka më rëndësi se kush je, por
sa ke. Prindrit vazhdojnë sakrifikojnë për shkollën e fëmijëve, por çfarë marrin mbrapsht? Mediokritet, një sistem pa fonde, programe të dobta, nota që blien, profesor të dorëzuar, nxënës që kuptojnë se suksesi nuk vjen nga dia, por nga pushteti, nga TikToku, nga partia ose nga shtëpia e barit. Kreatura nuk është më turp, është strategji karriere. 100 vite më parë ishim pranë detit të palar, pranë dritës të papar. Ishim të varfër, për të etur për dije. Po tani, pas një shekulli, si përfunduam këtu? Përgjigja është lartë, jo në qell, jo, por në pushtet. Ata që vendosin e kanë kuptuar një gjë të thjeshtë. Një popull i shkolluar bën pyetje, kërkon llogari, nuk është dele. Ndërsa një popull i shkolluar keq nuk pyet, ai pranon. Maksimum janë kohet, pse nuk më jepni dhe mua një mundësi të korruptohem, ë? 100 vite pas Fanolit, ne kemi shkolla që prodhojnë meme, por jo mendje. Kemi deputet që mezi shkruajnë emrin, e jo më ligje. Kjo sepse arsimi është sabotuar me qëllim, për të na bërë më të bindur, më të heshtur, më të varur, në radhë për një vend pune që fitohet nga ai që gjunjëzohet më shumë për të puthur dorën e duhur. Ndaj s'na çudit më, as kur dikush shfaqet si kandidat për deputet dhe s'ka as diplom gjimnazi, ama është gati të bëjë gjithçka për kushtetutën. Sepse kështu e duan Shqipërinë, si një ferm kafshësh, ku askush nuk mendon me kokën e vet. Se një njeri që di nuk mund të jetë sklav, një njeri që di të nxjerrë zbuluar, një njeri që di është makthi më i madh i çdo pushteti. Është viti 2025 dhe ne ende gjejmë veten pranë sofrës të pangrën, pranë dijes të panzën. Po? Mbyllë TikTokut. Plag. Mjafton të Ishim mirë me tigrat. Mjafton të mbyllë TikTokut gjithë nga shtëpia. Mbyllja e TikTokut I la vendin një tjetër debati. Teknologjia që kompanitë e internetit dyshohet përdorin për këtë ndalim që quhet DPI. Unë kujtoja se DPI donte të thonte dursakët pjellin intensivisht, por jo. Me sa duket. Dopi, tekilati. Opa, u trash kompjuteri. Por, zakonisht, kjo përdoret për të ndaluar tërësisht realitetin. Pra, jo vetëm TikTokun, tërësisht realitetin. Pra, DPI që qëndron për Deep Package Inspection, do të thënë një inspektim I thelluar I trafikut internetit. Është njësoj dojna, sigur ai postieri do të cili letër që ka dërguar unë, ta hapi, të lexoj çdo gjë që është brenda, të shkruaj dhe shënime kështu që këtu s'm pëlqeve si ke shkruar këtë gjë. Qofse ka një lek ta mori ta fushi ke xhepi, ta mbylli prapë ta japi ty. Po s'ka faj, mirë e bën. Se pale çka ka aty brenda mo. Me mamat shqiptare, kur I çojnë për shembull fëmijëve jashtë, I fusin I peshk. I fusin djath në gjë. Bëjnë mirë që I hapin. Jo, shumë mirë. Edhe bën mirë që bëjnë screenshot dhe ja çojnë atyre. Filani kështu, filania kështu. I ke parasysh të dhënat që morën iranianët? I kam parasysh fatkesisht. Na piu e zeza? U harruaj muhabet. A që kanë shqiptarët. Si është ajo? Çudia me madhe tradiciat. Ne jemi popull me sklerozë. Këto gjërat, këto dhënat që na morin iranianët, gjallë se një grimc akulli përpara icebergut që do marrë kjo DPI-a. DPI ka hyrë edhe në Shqipëri. Shqetësimi I shumë prej nesh është a përdoret vërtet kjo teknologji tek ne dhe çfarë rreziqe është paraqet për privatësinë tonë në rrjet, ose jemi bërë me hije? Po, I pen në Spanjë. Ikën dritat, pa lek në xhep dynjaja. Tu prit ke bankomati se s'ka drita bankomati. Kujdes, kujdes se çfarë klikonin në internet se gjitha pisllishet ju dalin shesh. Por për fat të mirë, kemi edhe inspektorët tanë të paketave. Po pas kemi shpëtuar. Pra, Piranja Frejar Drista na bën një analizë të thelluar të kësaj teknologjie dhe përdorimet e saj. I shuar shkëprarja. Po çamendje.
18 nëntori i vitit 2024 u kthye në një ditë zie për shoqërinë shqiptare, pas ngjarjes së rëndë të ndodhur pranë shkollës Fanoli në kryeqytet, ku humbi jetën 14 vjeçari Martin Cani. Dhe pas këtij krimi shokues, me zemëratës kolektive nuk mund të mungonin edhe reagimet e politikës. Ishte ministre e arsimit Ogerta Manastirliu, e cila në fjalinë e parë në foltoren e kuvendit do të mundohej të hiqte çdo përgjegjësi, duke theksuar se ngjarja ndodhi jashtë shkollës. Sot jem thellësisht tronditur nga humbja tragjike e jetës së një 14 vjeçari jashtë ambienteve të shkollës Fanoli. Një deklaratë që në vend të marrjes së përgjegjësive për mungesën e sigurisë në shkolla dhe për dështimin e gjithë sistemit në edukimin e brezit të ri, ngjante më shumë hedhjen në një patate të nxehtë, me gjas në duart e policisë së shtetit. E ndërkohë, ministri të Brendshëm Ervin Hoxha ju deshëm plot 10 ditë për të reaguar, jo aq për çfarë kishte ndodhur sesa për të sulmuar mediat, asgjë tjetër për dështimin e idesë geniale të paraardhësit të tij Tauland Balla për perimetrin e sigurisë në shkolla, që siç rezultoi nuk ishte asgjë më shumë se propagandë. Dhe i fundit për nga radha, por ama më i rëndësishmi, kryeministri Edi Rama. Si shpeshherë ishte ai që mori rolin e organeve të hetimit dhe drejtësisë, duke gjetur fajtorin dhe duke i dhënë dënimin e merituar. TikToku është rrugaçi i lagjes që ne kemi frikë që fëmia të shoqërohet me të kur del nga shtëpia. Dhe ne TikTokun do ta mbyllim plotësisht. Ky vendim tërësisht personal i kryeministrit Edi Rama për mbylljen e aplikacionit pasoi me VKM-n e datës 6 mars 2025, ku vendos ndërprerja e aksesit në platformën TikTok për një periudhë 12 mujore, afati lënë si kohë që aplikacioni të marrë masa e të vendos filtra kontrolli. Kujtojmë se ky vendim do ta arrestonte Shqipërinë krahas vendeve si Kina, India apo Somalia. Në VKM-n numër 151 krahas Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Brendshme, asaj të Drejtësisë, Infrastrukturës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, institucioni ngarkuar me përgjegjësi për këtë nismë ishte dhe Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Për popullin, urdhri ishte i thjeshtë. Njerëzit nuk do të mund të përdornin më aplikacionin TikTok në Shqipëri, por se si do të ndodhte kjo gjë, askush nuk kishte informacion. I pari që hodhi dritë mbi procedurën që do të ndiqej ishte eksperti i teknologjisë Besmir Semanaj, i cili sqaroi se i gjithë procesi për bllokimin e TikTok mbështetej në instalimin e pajisjeve Deep Packet Inspection në shpërndarësit e internetit në Shqipëri, duke ngritur alarmin mbi mundësinë e mbikëqyrjes së të dhënave në internet. Deri në këtë fazë si jemi me informacionin që kemi, po flasim vetëm për paligjshmëri virtuale. Pasi vetë vendimi 151 nuk mund të jetë vetëm një bazë ligjore për përdorimin e këtyre pajisjeve, të cilët specialistët i kanë shpjeguar në çfarë niveli mund të arrijnë. Por çfarë është DPI dhe pse është problematike? Ekspertët sqarojnë se DPI është një teknologji që i lejon autoritetet ose kompani të shohin brenda paketave të dhënave që qarkullojnë në rrjet përtej titujve të faqeve, duke zbuluar përmbajtje komunikimi, preference dhe sjellje online të përdoruesve. Diçka që kur e dëgjon për herë të parë krijon frikë dhe panik te çdo përdorues teknologjie. Ndaj nuk përbën habi fakti që më 15 maj 2019 Organizata për të Drejtat Digjitale Europiane së bashku me 45 OJF, akademik dhe kompani nga 15 vende i ka dërguar një letër të hapur politik bërësve europian, duke i paralajmëruar për përdorimin e përhapur dhe potencialisht në rritje të teknologjisë së inspektimit të thellë të paketave DPI nga ISP-t. Kërkesa e EDRI u paraqit në Bruksel dhe ishte e bazuar në dyshimet se ISP-t po instalojnë teknologjinë DPI për nevojat e tyre për menaxhimin e trafikut. Po kur këtë proces e kryen vetë shteti për censur? Disa ditë pas përhapjes së lajmit për përdorimin e këtyre pajisjeve, foli jo më shumë se 10 sekonda për Top Channel, drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Igli Tafa, i cili u përpoq të qetësoj publikun, duke siguruar se nuk ka asnjë rrezik përgjimi. 100% e trafikut që qarkullon në Shqipëri është i enkriptuar. Kështu që protokollet e enkriptuara e bëjnë të pamundur shikimin e informacionit të cilit ka të bëjnë me atë që quhet informacioni sensitiv ose payloadi, se cilët tregon se kush po komunikon me kë, çfarë ka përmbajtja e mesazhit që u dërgoi me radhë. Një sqarim sipërfaqësor që jo të gjithë e kuptojnë. Jam Frardi nga emisioni Piranja, 2 pyetje për DPI-n. Mund na thoni vetëm në cilat ISP janë instaluar? Tek kompanitë e telefonisë celulare. One dhe Vodafone. A mban dikush përgjegjësinë që nëse kish përdorur këto të dhëna? S'ka arsye. Sipas drejtuesit të kibernetikës nuk ka arsye, pasi ai shprehet i sigurt se të dhënat tona nuk do të keq përdoren. Mbi çfarë ligjore janë instaluar këto pajisje? Është bazuar në VKM numër 151 datë 25 mars 2020. E para që duhet sqaruar është se VKM-ja është datës 6 dhe jo 25 mars, dhe e dyta, në atë VKM urdhërohen institucionet përkatëse të marrin masa për bllokimin e aksesit në TikTok,
pa u përcaktuar se çfarë mase eksakte duhet marrë, siç është në rastin konkret instalimi i DPI. Ju keni thënë që është vetëm për një vit për TikTokun, por nëse pas një viti TikTokun nuk vendos filtra? Do vendosin filtra se jemi në diskutime të vazhdueshme. Jeni i sigurt që TikToku do Dhe në pritje të deklaratës zyrtare për këtë tematikë kërkuam informacion edhe nga kryetari i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Gentian Sala. Si jeni? A keni bashkëpunuar me Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike? Po. Keni dhënë ndonjë udhëzim ju, ndonjë urdhër që ISP-t t'i vendosin këto pajisje? Jo, i vendos akses. Sot AKSK, që me sa duket alternativën e instalimit të DPI-ve e ka parë si të vetmen ose si më të mirën e mundshme. Cili ka qenë roli juaj? Roli i institucionit. Janë subjekte që mbikëqyrën nga ne jemi tip ndërmjetës. Dhe kush mban përgjegjësi nëse kish përdoren të dhënat e gjeneruara nga DPI-t? Shteti. Ndryshe nga zoti Tafa, i cili na dha siguri se të dhënat nuk do të keq përdoren, kryetari i AKEP-it i ka idete qarta për përgjegjësi në rast se ndodh diçka e tillë. Po kush i ka bler këto pajisje? Kush ka financuar? Meqense kryetari Sala nxitoi të ngjiten në zyrë duke na mbyllur derën pa na dhënë përgjigje për mënyrën e financimit të këtyre pajisjeve, i dërguam edhe AKEP-it një kërkesë për informacion më të detajuar, si për mënyrën e financimit, edhe rreth institucioneve që do të kenë akses në monitorimin apo gjenerimin e dhënave nga DPI. Dhe përgjigja ishte vetëm për rolin e institucionit në këtë proces, duke pranuar bashkëpunimin me AKSK-n për miratimin e urdhrit për vendosjen e pajisjeve DPI. Ndryshe nga sa deklaroi kryetari Sala. Keni dhënë ndonjë udhëzim ju, ndonjë urdhër që ISP-t t'i vendosin këto pajisje? Jo, i vendos akses. Sa i takon pyetjeve të tjera të drejtuara, AKEP-i ja lë topin kibernetikës, e cila ju përgjigj kërkesës son për informacion me një deklaratë zyrtare shablon. Sa i takon financimit të këtyre pajisjeve, AKSK informon se ato janë ofruar në hua përdorim pa kosto për një periudhë 12 mujore nga Autoriteti i Sigurisë Kibernetike të Izraelit. Në paragrafin përshkrues të DPI, ku thuhet se pajisja analizon në mënyrë të detajuar paketën e trafikut të internetit dhe në varësi të kushteve të vendosura paraprakisht, e lejon ose e bllokon atë. Është e rëndësishme të thuhet se ky monitorim, kjo analizë detajuar e paketave IP përbën ndërhyrje të drejtë për drejtë në privatësinë e komunikimeve elektronike, të garantuara nga neni 35 i kushtetutës. Kundërshti vërehen edhe sa i takon aspekteve teknike. AKSK sqaron se DPI analizon vetëm kokën e paketës së protokollit IP, por duhet të bëjmë dije se pajisja Allot Service Gateway 9700 është një pajisje layer 7 dhe ka mundësinë teknike të analizojë trafiku në nivel aplikacioni, duke tejkaluar analizën vetëm të kokës IP. Diçka e tillë përshkruhet qartë në dokumentacionin teknik të prodhuesit Allot. Si përfundim, dokumenti i AKSK-s përmban pretendime që paraqiten si garanci, por realisht fshe probleme serioze ligjore dhe teknike, të cilat krijojnë rrezik për cënimin e privatësisë dhe sigurisë së komunikimeve të qytetarëve dhe bizneseve. Kemi mungesë informacionit si po përpunohen të dhënat e këtyre. Si do operohet me këto pajisje? Kush i monitoron përdorimin e tyre? Kush janë monitoruesit e monitoruesve? Një shkelje virtuale është pjesa e përpunimit të dhënave personale. Shqetësim që ndahet edhe nga Riger Zboduri, drejtori i Drejtorisë dhe Sigurisë së Mbrojtjes së Dhënave Personale pranë zyrës së komisionerit. Çdo përpunim i dhënave personale duhet bëhet duke plotësuar kriteret ligjore. Nëse ka pajisje që instalohen dhe që do të përpunojnë dhëna personale, patjetër që ato do të jenë konform e ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, si dhe duhet merren masat organizative, teknike, të mirë detajuara për të kontrolluar në mënyrë sa më të sigurt. Gjatë intervistës së zhvilluar me zotin Boduri kuptuam se institucioni komisionerit ishte lënë pak në pozicion jashtëloje nga qeveria shqiptare. A keni bashkëpunim me institucionet si Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe AKEP-i? Aktualisht, për shkak të shqetësimeve publike, jemi duke bërë një fazë të konsultimit paraprak me institucionet që ju sapo cituar. Mos ndoshta konsultimi do i bërë përpara instalimit të pajisjeve? Zyra e komisionerit është duke monitoruar të gjithë proces, por ne nuk kemi detyrë, le të themi, që të urdhërojmë, bllokojmë pajisje. Nëse do të ketë konstatime që kjo teknologji do të sjellë përpunime palishme, patjetër janë gjithë mekanizmat ligjor për të marrë masat e duhura. Sa i takon rrezikut për keqpërdorim të dhënash personale, Boduri u treguai qartë se nëse ndodh, përgjegjësia bie mbi kontrolluesit. Në këtë rast mbi kompanitë celulare ku janë instaluar pajisjet DPI. Vodafone dhe One.
të cilët pavarësisht shkresave që i dërguan vlerësuan që të mos na kthejnë përgjigje mbi procesin e instalimit të pajisjeve DPI në rrjetet e brendshme të tyre. Përdorimi i çdo mjeti që ka apo grumullon, përpunon dëna personale, duhet jetë konform ligjit, si dhe duhet të jenë të mirëmbrojtura. Ka një siguri që ligji ka përcaktuar qartë dhe çdo kontrollues duhet i respektojë. Nganjëherë, shkeljen ose jo të ligjit në dëm të qytetarëve e ndan një fije tepër e hollë. Për ekspertin italian Paolo Del Checo, bashkëpunëtor në vite me emisionin Lejene, kjo është një histori e gotës gjysmë plot dhe gjysmë bosh. Sono dispositivi che non vanno a guardare il contenuto delle comunicazioni e quindi è un po' come in una lettera andare a guardare il mittente e il destinatario e magari sbirciare anche la parte iniziale della lettera dove c'è scritto caro Francesco. Si arriva fino a lì, poi non si riesce a vedere quello che c'è sotto. Përtej kësaj, sipas ekspertit italian, nëpërmjet DPI mund të kontrollohen preferencat të caktuara të përdoruesve, përfshirë edhe ato politiche. Quando si naviga su un sito internet con la Deep Packet Inspection in teoria si può capire quale sito è visitato in quel momento, perché c'è una parte del pacchetto che si chiama SSL che contiene il nome del sito che stiamo visitando. Quindi se io visito uno specifico sito con il mio browser, la Deep Packet Inspection potrebbe permettere ai provider di sapere che sito sto visitando. Quindi se io visito un sito di un particolare partito politico, effettivamente con la DPI quell'informazione la si può ottenere. Ky lloj kontrolli i qasjeve politike në një vend si Shqipëria, ku për shumë familje gjithçka është e lidhur me një vend pune në shtet, mund të jetë intimidues dhe pse jo, edhe përcaktues në momente kyçe, siç janë zgjedhjet në vend. Prandaj, a kemi të drejtë të dyshojmë se mbyllja e TikTok ishte preteksti dhe instalimi i DPI-ve ishte qëllimi? Për më tepër, kur bllokimi i TikTok erdhi nga një vendim personal i kryeministrit Rama, pas një transparencë, duke mos marrë mendimin e palëve të treta të përfshira, siç janë ekspertët e jashtëm, komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, apo dhe vetë klientët e kompanive celulare. Pra ne, qytetarët, por pas këtij vendimi absurd, ka edhe të tjera paqartësi lidhur me procesin e pas instalimit të këtyre pajisjeve dhe përpunimin e të dhënave. Kush do t'i kontrollojë dhe për çfarë qëllimi do të përdoren? Pasi nëse qeveria apo shpërndarësit e internetit nuk janë transparentë, dhënat mund të përdoren qartazi për qëllime politike. Aq më tepër kur kemi shembuj nga vende autokrate në mbar botën, siç është rasti i Kinës, e cila me anë të DPI arrin të bllokojë në kohë reale fjalë si Tiananmen, sheshi ku u mbajtën nga 15 prilli deri në 4 qershor 1989 demonstrata e studentëve, të cilat morën emrin Lëvizja për Demokraci. Fjalë të tjera të ndaluara janë Dalai Lama, lideri tibetian azil, apo dhe një fjalë aq normale si demokraci. Por Kina nuk është rasti i vetëm. Që prej vitit 2019, kompania Rostelecom në Rusi ka vendosur pajisje DPI në rrjetet kryesore të shpërndarësve të internetit për bllokim të menjëhershëm të faqeve si Meduza, Radio Free Europe apo Navalny.com. Po ashtu ka si qëllim edhe gjetjen e çaktivizimin e përdoruesve të VPN-ve. Pra kuptohet, për regjimet autokratike DPI nuk është thjesht një mjet teknologjik. Mos ndoshta edhe lideri ynë ka zbatuar planin me 3 pika të autokratëve më të zëshëm të botës, gjej një krizë, shpik një armik dhe shto kontrollin mbi popullsinë. Dhe lind pyetja, a ishte instalimi i DPI-s mënyra e vetme dhe më e mirë për të bërë të mundur bllokimin e aksesit në një aplikazione online? Credo sia il migliore, ma ce ne sono anche altri. Si potrebbe fare anche blocco DNS, per esempio, blocco indirizzi IP, che però è molto rischioso perché rischia di bloccare troppi siti, e quindi credo che abbiano scelto la DPI perché è quella meno rischiosa, nel senso che se blocca solo TikTok, mentre le altre soluzioni potrebbero o bloccare siti che non c'entrano niente, oppure non riuscire a bloccare. Një nga mënyrat më të diskutuara për t'ia hedhur kontrollit të shtetit ndaj përdorimit të TikTok është përdorimi i VPN-ve, por kryeministri doli sërish si atëherë në kohë Covidi, duke tmerruar popullatën me kompetencën e ekspertit të fushës. Mënyra për t'ju shmangur bllokimit, duke përdorur të ashtu quajturat VPN falas, është shumë e rrezikshme, pasi dihet botërisht se përmes VPN-ve falas, hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Mirë po, a mundet vërtet të na viden të dhënat nëse i përdorim? Quelle gratuite a volte, più che rubare i dati, tracciano le attività che vengono fatte per poi venderle per fini di mercato. Per esempio si segnano i siti che visitate e poi li utilizzano
utilizzano per fare delle statistiche o marketing. Quelle a pagamento in genere sono sicure, quindi non è che usando una VPN rischiamo che qualcuno veda il contenuto dei nostri dati. Questo non è un rischio che si corre. Është përmendur që kriptimi apo le të themi teknologjia e përdorur për të siguruar komunikimin me certifikata është diçka që është e vështirë për tu thyer. Dhe kjo është mos e vërtet. Por ne po flasim për një element tjetër shtesë, sigurimin e këtyre certifikatave në mënyrë alternative. Nëse në institucionin X shtetëror sigurohen apo gjenerohen disa certifikata, supozoj për APP-n, ku njerëzit shkojnë dhe aplikojnë për tendera. Nëse certifikatat e APP-s do vendosen në DPI, i gjithë informacioni që ata do të ngarkojnë në APP për tenderin X apo tenderin Y është totalisht i dekriptueshëm. Pra, përmbajtjet e komunikimeve tona mund të shihen? Përmbajtjet mund të shihen në rast se unë posedoj certifikatën e institucionit që nisë komunikimin. Absolutisht nuk është e pamundur. Teknologjikisht nuk është e pamundur. Të dekriptosh certifikatën kërkon goxha kapacitet përpunues. Por ta marrësh me një flash drive dhe ta çosh tek DPI-ja, është mos e mundur. Është detyrë e organeve kompetente të bëjnë të ditur, të informojnë publikun për rregullat vendimit, duke minimizuar riskun që kanë folur specialistët. Tani do të flasim për një vajzë që e do shumë shkollën, më në fund. Ajo studion, përpiqet shumë dhe është kualifikuar 2 herë për të marrë një bursë. Po ku ti gjesh fëmijë të tillë? Po pra. Po kështu fëmijësh na duan. Por në një vend si Shqipëria, i dëshpëruar për të ndaluar largimin e të rinjve, është kaq qesharake sa shumë pengesa duhet kalosh, qoftë për të marrë një bursë që e ketë merituar. Kështu dhe vajza jonë që e ka fituar të drejtën për bursë, por nuk fiton dot kundër makinerisë burokratike shqiptare që nuk ja jep këtë bursën e fituar. Më kujto, një mikesha ime, e cila erdhi nga Italia, e shkëlqyer me lavdata, me flet lavdrimi, me dje që e lodhe si e kanë të italianët, vjen këtu të konvertoj diploma dhe i thonë ata, mos më dukesh kështu e shkëlqyer si tip. Do më thënë, se unë e kam firmën edhe unë s'ta jap do të firmën, kështu që... Po shiko, të drejt kanë patur. Kishte TikTok ajo? Jo. S'kishte pra, ishte famshme në TikTok, kishte bërë live në TikTok. Të lutem tani. Kishte bërë share statuset e ati. Janë rritur kërkesat, se është kështu, s'mjafton një dje që lodhe. Çështja e dokumentacionit dhe pasaportizimit dojna. Po pritmi gocë. Pritmi gocë deri 2060, i thotë ajo. 2060? Po duromi gocë se ja erdhi 2060. Ti është bënipi për bursë. Po, edhe del pension dhe merr lekë të bursës, si merr të dyja për i herë, se se dima do ketë gjel në atë kohë. Madje bën në lëpirë sa nipit. E ke për me. Atëherë do ketë sigurt, është e sigurt se do kemi gjithë pasaportizimin në Bruksel, ëh? Kështu që do e morësh atje bursën në Bruksel. Gjithsesi piranja jon Luela Gaxhia nuk pret dot deri në 2060 dhe do ta zgjidhë këtë punë kështu tak 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 tak. 2060. Mos koordinim, vjedhje apo mister. Këto 3 pyetje na erdhën në mend kur dëgjuam historinë e një vajze 17 vjeçare nga Fieri, e cila është përngulur në Tiranë për studime. Vajzën e kam në shkollë, gjimnazi Besnik Sykja. Kam bërë dokumenta për pritet për punë e bursit të vajzës time. Për ta sqaruar, bursa e shkollës është një pagesë mujore e cila i jepet nxënësve të arsimit 9 vjeçar dhe të mesëm, sipas 3 kategorive, ku merren parasysh karakteri ekonomik, rezultatet e arritura dhe kategoritë jashtë kriterit ekonomik. Kjo studente e ka përfituar me statusin e 2 prindërve invalid. Mi marrë një letër nga shkolla që çupa frekuenton këtë shkollë. E shmarr vendimi që vajza ka fituar bursën. Po prit për lek s'ka, prit për lek s'ka. Për një moment, nëna e vajzës dyshon se ky problem është shkaktuar nga një ngatërres në dokumentacionin e bursës që lidhet me emrin e shkollës. Për vitin 2023, për 2024 jo për fajin tim. E kishin çortë një shkollë tjetër që çupa ime nuk kishte qenë fare tek ajo shkollë. Si shihet në këto dokument, në bazë të vendimit numër 135, datë 21/12/2023 të Këshillit Bashkiak Fier për miratimin e bursave të shtetit për nxënësit që ndjekin programet mësimore pranë shkollave të mesme e profesionale Rakip Kryeziu dhe Petro Sota në Tiranë, përfituese është edhe vajza 17 vjeçare e zonjës. Por ndërsa në vendim janë situar këto 2 shkolla, vajza studionte në gjimnazin Besnik Sykja. Nga ky gabim, nisi më pas një përcjellje dermoder sa në Bashkinë e Fierit e sa në institucionet arsimore, që vazhdoi për disa muaj, derisa familjarët e vajzës të lodhur hoqën dorë. Pa i marrë parat e bursës, madje pa e ditur ende sot se ku kanë përfunduar. Sidoqoftë, për vitin e ri shkollor 2024-2025, edhe një herë, zonja vendosi të plotësoj dokumentacionin e nevojshëm, me shpresën se vajza do të bëhej përfituese e një burse aq të nevojshme për të. Para dokumentat pra për vitin e
dytë, 2024 për 2025, u mor vendimi prapë. Që e fitojmë për punë prindi valid. Bursa u përfitua me vendimin e Këshillit Bashkiak Fier numër 141, datë 23/12/2024, e cila rezulton e treta sipas kërkesave të paraqitur në Bashkim Fier nga personat e interesuar, e firmosur nga vetë kryetari Armando Subashi. E po më në fund bursa do të merrej, apo jo? Jo po i katije, jo po i këtu, jo po ndale se do vesh të shkolla, jam interesuar të shkollat drejtore, më thamë ne nuk japim lekë, ne japim simta. Kurse ne nuk na ka ardhur gjata. Për të dytin vit radhazi, sorollatjet sa në Tiranë dhe Fier vazhduan pa marrë asnjë përgjigje. Ndoshta për t'u shmangur përgjegjësive, zonjës i kërkohet të bëjë ankesa drejtuar titullarëve të institucioneve. Kam bërë 2 ankesa. Bëra ankesën e parë te Bashkia e Fierit, nuk më ktheu përgjigje. Bëra ankesën e dytë te prefektura, nuk ktheu përgjigje. Çu pa ta marrësh bursën atje ku është. Por ai ne pasaportizimin e kemi në Fier. Për këtë vit prapë e njëjta gjë. Jeni vetëm me letra, shko këtu, shko atje dhe asnjë gjë. Por vendimi është marrë vajzës time. Gati 2 vjet, brit lart e poshtë. Pasi nuk merr asnjë përgjigje, pavarësisht premtimeve, nëna e vajzës vendos t'i drejtohet zyrës së informacionit për më shumë të dhëna për çështjen e saj. Çfarë bën me atë bursën tim? Edhe para dhe e dyta, as të para po marr dot, as të dytën të lutem. Ato janë bërë publike, ka dalë emri tëm. Po emri ka dalë, po ne nuk kemi marrë asnjë punë. Po ne as vitin e parë nuk e kemi marrë. Nga sa shihet, e gjithë bashkia është informuar rreth këtij problemi, por askush nuk është në gjendje të japë një përgjigje se ku janë lekët. Vajtën dhe shkolla, takohen në drejtoreshën, më thanë japin fletën, tha që frekuenton shkollën fëmija, tha nuk japin lekë. Pa të drejt bashkia ta japi këtë, tha. Punonjësi i informacionit lajmëron shefin e tij, por ky i fundit i përcjell në nebi duke i kërkuar të bëjnë kërkesë me shkrim. Kam bërë një ndryshim vendimi të Këshillit Bashkiak, në shkollë. I themi ti pyesim çfarë është. Se janë 2 vite rresht dhe nuk është bërë asnjë gjë. Kemi përgjigje që ta kanë dhënë pa. Po ne këtë duhet të drejtohemi. Pa do drejtoria e shkollës vendimi të Këshillit Bashkiak. A ta presim një përgjigje ne apo kemi bërë 2-3? Apo bëre pyetje që pak do të bëjmë. Të pyetje që është titullari i shkollës. Mor vendimi i parë 2023 për 2024. Fondi urçer, ku vajte ky fond? Fondi nuk është qetë. Ti parë po një se ka marrë plot. Kërkesa e radhës i shtohet numrit të shkresave dhe ankesave që ka bërë kjo zonjë për muaj të tërë. Përfshirë edhe zyrën arsimore pranë Bashkisë Fier. Bashkia sot i kam çuar. Tani çfarë të them edhe unë? Shkum te bashkia tani, dhe na tha më shkolla, po tha tek zyra arsimore. Po për çfarë duhet të vini te zyra arsimore? Po mirë, vendimin juve nuk mund t'ja çoni shkollës edhe për më shpejtësi. Ja çon. E tha që nuk në ka rëgjë ne, tha. Vendimin që është miratuar në vendim Këshillit Bashkiak. Ja çuat që është emri Bashkia jon kishte bërë vetëm gabimi që mund të kishte çuar te Petrosova. Punonjësia e zyrës arsimore sapo na pranoi gabimin e bërë në dokumentacion nga ana e tyre. Fondet menaxhohen tek njësia vetë qeverisjes vendore që frekuenton nxënësi. Po Bashkia e Tiranës, keni vajte Bashkia e Tiranës? Zyrtarja e drejtorisë arsimore është e bindur se çështja duhet zgjidhur në Tiranë, prandaj zonja së bashku me vajzën i drejtohen zyrave të Bashkisë së Kryeqytetit me shpresën se kësaj radhe gjithçka do të merrte zgjidhje. Nuk ma shiko më i tisë në Tiranë, duhet janë atje. Është përfituese në Fier, pra do të japi Bashkia Fier, jo ne. Frekuenton këtu, por lekët që jep Bashkia Fier, nuk t'i japim ne. As këtu nuk morëm zgjidhje. Prandaj, mbatim këpucët edhe një herë drejt Fierit, kësaj radhe tek juristja e bashkisë. Tani, këtë që problemi të zgjidhur të ministrisë, që pësemi nuk të shkon që e ka bashkia, sepse bashkia, në vendim të bashkia e ka planuar e ngrenosës. Dhe pastaj të fonde i për ministria. Sjene, jam Loela nga emisioni Piranja. Duam të dim çfarë problemi ka zonja që nuk e merr bursin e vajzës. Sepse është i dyti vit që nuk e ka marrë. Ku kanë shkuar fondet? Fondet të bëni këtë gjëra ashtu. Sepse është nisë para prakisë që ne kemi këtë problem dhe duhet. Po pra, erdha për të pyetur ku janë fondet, pse nuk e merr dot zonja bursën e vajzës. Pasi na komplimentoi, juristja zgjodhi të largohej pa na dhënë asnjë sqarim. Por ndoshta drejtori i zyrës së informacionit ka diçka për të na thënë. Zotri, po ju keni një përgjigje pse nuk e merr dot zonja bursën? Ku kanë shkuar këto fonde? Fiton. Jo, nuk kam asnjë përgjigje. Juristja iku. Nëse për ju është sqarim, ikja e saj në atë formë për mua nuk është. Mundet mos jeni ju të kënaqur me përgjigjen e saj. Ajo nuk më dha asnjë. Çfarë folëm? Më thënë ju çfarë tha?
Më thoni ju çfarë? Ne kemi zbatuar vendimin e Këshillit Bashkiak, ja kemi dhënë në vendim Këshilli Bashkiak, ju tha. Kjo është zgjidhja që jepni ju qytetarëve. Si ka fondet? I keni ju si bashki, i ka prefektura, i ka ministria, ju nuk jepni. Përgjigjet plotësohen nëse do një kërkesë të veçantë. Viti i dytë që zonja nuk merr bursën e shkollës vetëm për këto letrat që kërkoni ju. Vetëm për këto letrat. Një tallje institucionale me disa seri dhe disa aktor. Dhe për çfarë? Për 70.000 lekë të vjetra në muaj. Në të gjitha zyrat ku zonja ka trokitur, është përballur vetëm me fjalë dhe supe të ngritura, e asnjëherë me zgjidhje të hallit. Po ku është ngërçi? Unë mund të bëj këtë gjë, nëse ata thonë që ka bashkia Fieri, ata të mi thonë që duhet ta bëj Tirana, nuk e di të bëjmë një shkresë pastaj për ta interpretuar këtë gjë. Sepse realisht jam shumë dakord që tani asaj takon, ne si Këshill Bashkiak ja kemi njohur të drejtën, puna ngjet që kush do hapi konkretisht lekë. Pra si mund ta zgjidhim këtë problem? Do merrem unë pak me këtë gjë. Ja unë sot jam ndjenit i kësaj. Dhe kryetari e mbajti fjalën duke na sjellë shkresën e cila përfundimisht sqaron gjithçka. Në të shkresë thuhet fare qartë se fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat administrohen nga njësitë e veçqeverisjes vendore sipas vendodhjes territoriale dhe administrative të shkollave ku nxënësit studiojnë. Pra e gjitha e qartë, vajza 17 vjeçare e cila studion në Tiranë duhet ta tërheqë bursën në minibashkinë që i korrespondon shkollës Besnik Sykja. Dhe ne aty duhet të shkojmë me shpresën se kësaj radhe do të jetë hera e fundit. Diçka më të vështirë. Entuziazmi, ë? Diçka më të vështirë, lutem. Se këto i bëjnë për dasma. Flor, ne jetojmë në Republikën e Plazhaturave. Vërtet? Po. Se nuk e di. Dhe siç e kemi diskutuar më herët përgjatë këtij sezoni, asgjë nuk është imune ndaj plazhaturave, sigurisht, as premtimet elektorale. Po kujtoni se do shpëtonin ato? Dhe një ndër to është dhe premtimi për rritjen e pensioneve, që ngjan se ajo gjë që do shpëtojë gjithë pensionistët, do japi fund vuajtjeve, halleve, livin la vida loca tani. Të lidhem shumë. Kishte prenotuar gjyshja ime pushime në Ibiza këtë vit. Çfarë po? Gjyshi im bleu një avion. Si fillim prej letre, pastaj do vazhdoj. Jo vetëm kaq, por ky premtim ngrihet mbi një pretendim që është, le ta themi, i pavërtet, sepse që gjatë këtyre 12 viteve pensione janë arritur sikur më parë, me thënë të yani, ju e thoni, po me thënë drejtëm, mban çiker ky muhabet. Mos pyesni analistët, pyesni ata që kanë gjyshën në përshpia. Dhe duke parë që askush nuk e mori mundimin që të nxjerrë dhe të bëj makinë llogaritën, të bëj llogarinë reale. Ore sa është bërë kjo rritje? Piranja jon, Lori Resule erdhi dhe tregon vërtet, po vërtet se sa janë rritur pensionet. Po dhe kjo Lori më tani. Po çai duhet i lërë njerëzit të gëzojnë tani, duhet kjo patjetër. Po lërë më Lori ta tregoj. Me ëmbëlsinë e gënjeshtrave më Lori, po lërë e vërtet tash e hidhur, nuk e përtypin dot gjithë më Lori. Nuk di. Një nga kauzat kryesore për të cilën po përballen forcat politike në këtë garë të etshme elektorale është ajo e pensioneve. Thuajse të gjithë drejtuesit të fushatave respektive kanë premtuar rritje të pensioneve sapo të marrin pushtetin pas zgjedhjeve të 11 majit. Japi fjalën e nderit çdo pensionisti dhe pensioniste se 100 ditë të para do ketë minimumin jetik apo pensionin minimal 200 euro. Do të synojmë që pensionin minimal ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Televizia Bashk kërkon diçka shumë thjeshtë. Shqipëria vendoset drejtësi shoqërore. Prandaj ne kemi jo vetëm frymën e protestave për të kërkuar këtë gjë, por kemi një program shumë detajuar se si mund të rriten pensionet. Në vend të bonuseve vjetore, pensionistëve ju duhet një rritje graduale pensioneve prej 10%. Premtimi për rritjen e pensioneve është të gjitha programet e partive politike, por ndryshe nga ajo që është shkruar në letër apo që përsëritet në prag të zgjedhjeve si një premtim për të marrë vota, pyetja kryesore është: a duhen besuar dhe nëse po,
Cilin prej tyre duhet të besojmë? Janë 590.000 shqiptarë që kanë statusin e pensionistit dhe që marrin pension nga shteti, një numër jo i vogël ky sa i takon kontingjentit të votave. Sipas Institutit të Statistikave, pensioni mesatar për 503.000 pensionistë në qytet gjatë vitit 2024 ishte 18.341 lek në muaj, ndërsa për 87.000 pensionistë të fshatit 11.051 lek. Nëse do të llogarisim pensionin mesatar në qytet bashkë me të fshatit, pensioni mesatar mujor arrin në vlerën 15.000 lek. Mesatarisht, sot një pensionist duhet të jetojë me 500 lek në ditë, ku nëse llogarisim me metodologjinë e Bankës Botërore, që e kategorizon të varfër një individ që jeton me më pak se $6.85 në ditë, shumica e pensionistëve do të klasifikoheshin të tillë. Ndaj, nëse partitë politike premtojnë mirëqenie apo qoftë edhe mbijetesë për këtë kategori, apo bëjnë gabim dhe a rrezikohet hapja e një grope të madhe financiare, siç lajmëroi disa muaj më parë edhe vetë kryeministri? Ndryshe nga pagat cilat financohen drejt për drejt nga buxheti i shtetit, pensioni financohet nga sigurimet shoqërore. Ne vazhdojmë të kemi një problem serioz me shmangjen e detyrimeve shoqërore, e sigurimeve shoqërore nga punëmarrësit dhe punëdhënësit. Që të flasësh për rritje pensionesh, do të marrësh parasysh të gjithë këta faktorë. Nuk është diçka që mund ta bësh duke u nisur nga thjesht dëshira, apo që mund ta bësh duke u nisur nga interesi politik i një momenti caktuar. Sepse nëse e bën, atëherë ajo që bën është thjesht që hap një grop në hapat e mëtejshëm, që është një grop edhe më e rrezikshme se gropa që hapën piramidat. Faktikisht falimenton shtetin komplet. Por duket se kjo analizë rezultoi e pabesueshme. Ndaj, menjëherë pas shpalljes së planit të opozitës për të bërë pensionin minimal 200 euro, edhe kryeministri doli me të njëjtin premtim. Garantoj çdo pensionist se do bëjmë çdo përpjekje që të vendoset minimumi jetik me të cilin çdo i moshuar, qoftë dhe ai që nuk ka punuar dot një ditë të vetme në shtet apo s'ka paguar sigurime, do të ketë një pension bazë sa minimumi jetik 200 euro. Të gjithë pensionistët e tjerë mbi këtë bazë do kenë një rritje 20% të pensioneve. Ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Të premtosh të nxjerrësh nga varfëria kategorinë më në nevojë të shoqërisë, pensionistët, jo vetëm që nuk është e gabuar, madje duhet përgëzuar. Pak rëndësi ka nëse kopjon fjalë për fjalë programin e rivalit politik, por bazuar në politikat buxhetore të dekadës së fundit, që e ka harruar këtë shtresë. Ky duket thjesht një premtim për efekte elektorale. Dhe këtë do t'u argumentojmë. Në vitin 2005, pensioni mesatar për qytetin ishte 8.383 lek, dhe në fund të vitit 2013, pensioni mesatar për pensionistët në qytet shkoi 14.076 lek. Rritja për 8 vjet ishte me 5.693 lek, ose në total 68%. Ndërkohë, në fund të vitit 2023, pensioni mesatar për qytetin rezulton 18.341 lek, dhe për 10 vjet është rritur me 4.265 lek, ose 23%. Mesatarisht, çdo vit pensioni për qytetin në dekadën e fundit është rritur me 426 lek në vit, ose 2.3%, ndërsa pensioni mesatar për fshatin në vitin 2005 ishte 2.818 lek dhe në 2013 arriti në 7.465 lek, një rritje me 20.6% në vit. Mes 10 vjeçarit 2013-2023, pensioni në fshat është rritur me 3.586 lek gjithsej, me një norm 32%, ose 3.2% në vit. Por çfarë do të kishte ndodhur nëse pensionet do të rriteshin me të njëjtën normë dhe një pjesë të ardhurave që ka marrë ekonomia nga rritja do të shpërndaheshin te pensionistët? Kryeministri Edi Rama e ka pasur kryefjalë të fushatës dyfishimin e prodhimit kombëtar të vendit, rritjen e të ardhurave nga taksat dhe të sasisë së parave që shpenzon buxheti. Niveli i pensioneve pasqyron më së miri se pensionistët nuk kanë përfituar pothuajse fare nga rritja ekonomike. Madje, për shkak të rritjes së çmimeve të shportës së ushqimeve dhe indeksimit të pensionit me inflacionin mesatar për të gjithë vendin, për shumë prej tyre shuma mujore që marrin i është paksuar. Prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë në vitin 2013 ishte 13.5 miliard euro dhe për vitin 2023 arriti 23.7 miliard euro, duke u rritur me 1.75 herë.
Nga kjo rritje ekonomike dhe shpërndarje të ardhurash buxhetore, kategoria e lënë harres si janë pensionistët, sepse pensioni i tyre është rritur me vetëm 23% për qytetin dhe 32% për fshatin. Por nga ana tjetër, çfarë ka ndodhur me çmimet? Çmimet e shportës së ushqimeve janë rritur mesatarisht me 5.1% në vit, 2 herë më shumë se norma e rritjes së pensioneve, ose në total me 51% për 10 vite. Po të llogarisim rritjen e pensioneve me indeksin e çmimeve, pensionistët rezultojnë të jenë më të varfër se më parë, sepse me të njëjtin pension blejnë më pak mallra e shërbime. Sa të shkon pensioni? 180 dhe 260.000 lekë. 200.000 lekë. 180.000 lekë. 160.000 lekë. Unë kam 250. 150.000. Marë 177 lekë. 208.000 lekë. E përballon do t'jetesën? Jo, së përballon nuk marë asës se si laqe. Po ku përballohet në gjojnë? Po ja, do me kursie. Do është më pak. Do pish më pak. Kur s'më del mua me 250, mere me mënd, ata janë për të më shiruar me 150 dhe me 170. Me spital, me hojë, me pi, me çmimet që janë sot, si të më menet që? A kalohat? Jo jetes, mbi jetes më bëjnë. Nuk mund të pensioni, marë 100 lekë ilaçe. Me neuropsiatikëve të punoj si qeni atje që marë 5 lekë që a bukë të më vdes. Dhe më datën 15 të lekë kam. Babuk rrim, rrim me babuk. Kjo është diktatura me rrezikshme që kam parur. 170.000 lekë vetë vi kafe me një restaurant modern, deputet. A unë çfarë? Nuk jam shqiptaro. Tani kam bërë vendim. Çmimet e shportës, produkteve të ushqimeve janë rritur me 51% në 10 vite, ndërkohë që pensionet janë rritur me 23%. Mund të themi që ka pasur rritje të pensioneve në këto 10 Në kurës, ato janë lëmosha, janë për të mashtruar, duke menduar që ne jemi nga ajo koha tjetër edhe kënaqemi me pak, ky gjati ja u di hallën njerëzve, di që ashtu janë edhe i gënjen me në një lëmosh. As kom besim, nuk ka jo rritje. 100 lekë sheqeri 1.000 lekë sot. Makarona nga 700, 800, 1.400, një tjetër. Edhe pensionet se janë i Shime si me do, i kile qeqe, i kile oride, nërë më gjotë tjetër. Shmime kanë shku stratosferë, pensioni po ai pension. Në rrenë me një bonus, që i thonë asaj. Kurse ata për vefte marrën 700-800 euro, marrën një pension. Në balurit mirë për vetën e vetë. Kurse për ne, të roftë muni e djersa. Shmimet janë rritë më tepër se në gjithë Evropën në Shqipëri. Janë pa përballueshme, për në morëm në shmim të lirë. Kurse tjetri nuk preket, është shtretaj. Nuk e morëm në sjoshmit, jo në pensionistat shqiptarë. E ka bërë një farë llogarit me 160.000 lekë me këto çmime që janë sot. Sa janë çmimet e shportës? Që ishin dirë që sendet, para 10 vjeç, me ushqime të bollshme. Ja, se ka shumë i ndeshë çmimet. Ne nuk e përballim me këtë ndeshje çmimet. A është vërteta që dhimbshëm për buxhetin të bësh rritjen e pensioneve, apo siç e konsideroi kryeministri në prag të fushatës, një katastrofë që çon në faliment, duke thumbuar kështu kundërshtarin e tij politik? Mbase dhimbshme mund të jetë për koncesionet, kontratat e fsheta dhe partneritetin publik-privat, por as pak për buxhetin. Dhe më ironike është fakti se pasi bëri deklaratat e mësipërme kundër rritjes së pensioneve të premtuara nga opozita, zoti Rama i premtoi vet pak muaj më vonë. Por ka edhe më. Në vitin 2013, deficiti i skemës së pensioneve rezultonte 445 milion euro. Pensionet paguen me kontributet që derdhin të punësuarit sot, dhe ata që janë sot në punë do të marrin pension me kontributin që do të derdhin të punësuarit e ardhshëm. Sasia e parave që buxheti i shtetit mbledh nga sigurimet shoqërore është më ulët se ajo që jep për pensionistët. Me reformën e re, e cila hyri në fuqi në vitin 2015, qeveria socialiste tentoi të zbuzë deficitin e pensioneve, duke riformuluar skemën në nxjerrjen e masës së pensionit mbi bazën e kontributeve që janë paguar gjatë gjithë punësimit dhe jo mesataren e 3 viteve të fundit. Por kjo reformë e pensioneve dështoi me sukses. Deficiti në skem kapi rekord historik në 574 milion euro në vitin 2022 dhe vazhdon të jetë në të njëjtat nivele me ato të para vitit 2013, por me ndryshimin se aso kohë pensionet rriteshin, nuk indeksoheshin. Zgjidhja që mund të ofrojnë forcat politike në Shqipëri është jo vetëm nxjerrja nga varfëria e pensionistëve, duke rritur pensioni dhe vendosur një dysheme, siç është niveli minimumit jetik, por edhe përmirësimi i arsimit, shëndetësisë dhe shërbimeve publike. Të gjitha këto lidhen me mirëqeverisjen, duke frenuar largimin e të rinjve. Plaga kryesore që ka sot skema e pensioneve është piramida e popullsisë, e cila nuk ka më formën e piramidës, sepse ka më shumë pleq se të rinj. Vetëm nëse kthehen ata që kanë ikur dhe ndalohet vala e emigrimit, reforma shpëton.
Por këtë të vërtet të hidhur, kryeministri ka frikë ta pranojë dhe premton pasaportën europiane, me shpresën se një ditë Bashkimi Evropian do t'i jap fonde për bujqësinë dhe paratë që i jep buxheti për fermerët do t'ju shkojnë pensionistëve. Jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian. Futemi në një familje u llogarit çdo qindar dhe aty do jetë momenti kur ne do mund të bëjmë një politikë më agresive në favor të pensionistëve, sepse do kemi një buxhet ekstra. Kemi marrë prej tyre 1 miliard e kusur euro mbështetje në gjithë këto vite. Momenti kur ne hyjmë në atë familje, 1 miliard e kusur euro mbështetje i marrim çdo vit. Dhe nëse ne marrim 1 miliard e kusur euro mbështetje, ku 300 milionë janë vetëm për bujqësi, ku të tjerë janë për infrastrukturën etj, atëherë çfarë kemi nga të ardhurat tona që ne i çojmë në këto drejtime, mund t'i kollandrisin ndryshe edhe një pjesë të tyre e ndajmë për pensionistët. Goxha skem apo goxha mashtrim? Mes tipologjive të ndryshme të dyqaneve, dyqani më i famshëm i momentit është ai i kandidatëve për deputet. Dhe shumëllëshmëria e tyre varion nga me shkollë në pa shkollë, me lek, pa lek, me dignitet, pa dignitet. Por ne sot kemi zgjedhur 2 kandidate serioze nga 2 prej partive më të mëdha në vend, PD dhe PS. Nga Partia Socialiste do jetë Dirina Gjylameti, kurse nga Partia Demokratike do jetë Adriana Kalaja. I ndjekim. Kafe apo çaj? Kafe gjithmonë. Kafe. Të zgjohesh herët apo të rrish natën vonë? Herët po nga një herë edhe natën vonë. Natën vonë. Të flasësh apo të dëgjosh? Të dëgjosh e pastaj të flasësh. Të dëgjoj dhe të flas. Pushimi në det apo në mal? Në det, po edhe mali më pëlqen. Në det. Me këtë opinit një kafe nga lista e partisë kundërshtare? Si zakonisht me Durata Çupin. E vështirë. Lideri juaj politik me një fjalë? Lider dhe mbështetës. Energji nukleare. Lideri kundërshtar me një fjalë? Gjysh me kod plot. Dështim në të gjithë fushat. Të udhëheqësh apo të ndjekësh? Të udhëheqësh dhe të bësh tjerë të ndjekin. Të ndjekësh. A keni frikë nga humbja? Jo, mentaliteti i fituarit të rezultatit ajo shërben, dhe të mëson. Jo. Politika është arti i të bërit të gjërave të mundura. Politika është moral për mua. A vjen zgjedhjet në Shqipëri? Ka patur raste që kanë ndodhur në të shkuarën. Po. A blihen zgjedhjet në Shqipëri? Kanë ndodhur në të shkuarën. Po. Kandidati më i mirë i listës së partisë tuaj? Modestisht, Dirina Gjylameti. Adriana Kalaja. Kandidati më i mirë i listës kundërshtare? Besoj që mbetet ende Dr. Berisha. Nuk ka asnjë kandidat të mirë. Deputeti që bën më shumë në parlament? Agron Shehaj. Kryeministri. Një ligj që të shfuqizoje? Rivlerësimi i pronave. Ligjin e pronave. Një ligj që do miratoje? Pagesa minimale për gjithë zonjat që kanë fëmijë me aftësi ndryshe. Do kërkoja një ligj të posaçëm për mbrojtjen e kafshëve. Një politikan që nuk do doje të imitoje? Asnjë nuk do doja të imitoje. Do doja të isha gjithmonë Blerina. Kryeministrin. Qeveria e lodhur apo e sigurt? E sigurt dhe shumë energji. E lodhur dhe e dështuar. Opozita e ndar apo e vendosur? Pjesë. E vendosur më shumë se kurrë. A ka partia juaj ideologji? Ma thoni me 4 fjalë. Absolutisht. Drejtësi sociale, barazi dhe demokraci, progresivitet. Është ideologjia e djathtë që bazohet në parimet konservatore, dhe cilat janë prona, kombi dhe feja ose zoti. Sa përqind gënjeshtra ka fushata e partisë tjetër? Listë e gjatë dëshirash, e shumë ëndra. E gjitha është gënjeshtra e madhe. Fjala e parë që të vjen ndërmend për Tiranën. Kryeqyteti im, vendi ku do doja dhe dua të rris dhe të zhvilloj familjen time. Tirana e betonizuar. Të blesh apartament në Tiranë është utopi për çiftet e reja? Shumë e vështirë. Ndaj dhe në program kemi pikërisht mbështetje për gjithë ata që duan të kenë një strehes. E parritshme. Kulla në qendër, pro apo kundër? Gjithmonë për një qytet që duhet të zgjerohet në periferin e vet dhe pashu të ketë standardet e jetesës në periferi shumë më tepër se sa vetë qendra. Kulla në qendër sinonim i pastrimit parave. Janë mbjell 2 milion pemë Tiranë? Besoj që ka edhe do të shikojmë rezultatet për shumë vite më pas. As 100.000 pemë nuk janë mbjell. Një vend në Tiranë ku ndihesh vetvetja. Kudo në gjithë qytetin tim, po mbi të gjitha atje ku është familja ime. Brenda familjes. Transporti publik nga 1 në 10. 5. Në përmirësim, në vazhdimësim me gjithë autobusët elektrik. Mendoj që është 0. Problemi më i madh i qytetit. Trafiku dhe pa shumë mbipopullimi. Dhe ajo që gjithë shërbimet merren në Tiranë. Trafiku i rënduar përpos shumë problemeve që ka Tirana. Me sa lek në muaj jetohen në Tiranë? Në Tiranë si individ duhet minimalisht 20 deri 25.000 lekë për person. Një familje prej 4 personash do minimalisht 100 deri 150.000 lekë të reja ose 1 milion deri 1,5 milion lekë të vjetra. Me biçikletë në Tiranë? Po, besoj dhe me të gjithë pistat në të gjithë qytetin. Kjo do të ulte edhe smogun e pashtu do e bënte qytetin më të jetueshëm. Po, por është e vështirë dhe me biçikletë.
E vështirë ti është grua në politik? Jo dhe aq e lehtë. Shumë e vështirë. Komplimenti më i bukur që keni marrë? Qa kokforcie që pas. Më zonë që mban fjalën. Komenti më i rëndë që keni lexuar për veten? Shko bëj palestër mbas lindjes së dytë. Kjo që do hitte në erë Tiranën me tritol. Gruaja që admironi më shumë? Mamaja ime, forca e saj për t'ia dalë ballë gjithë hallave që ka kaluar në jetë. Nëna, pa diskutim. Ivanka Trump apo Alex Soros? Asnjëri prej dyve. Ivanka Trump, në çdo moment. A ka solidaritet me zgraven politik? Jo gjithmonë. Ka raste që po, më së shumti jo. Patjetër që ka. Më shumë gjykojnë burrat apo gratë? Namin e kanë gratë, po ndërkohë e bëjnë burrat. Një lloj të dy palët. Çfarë nuk do i bëje kur një kolegeje? Ta cënoja në atë që është integriteti i një gruaje. Diçka pas krave ose nën rrogos, siç thot populli. A do ja sugjeronit politikën një vajzë të re? Gjithmonë po. Sa më shumë të jemi të angazhuar, aq më shumë do ta bëjmë politikën më të përgjegjshme, më të mirë e pashtu do ulim gjithë para gjykimit. Patjetër që po. Cili është roli i gruas në vendimmarrje? Rol shumë i rëndësishëm. Çdo vendimmarrje bën edhe më të bukur, mbi të gjitha edhe më të ndjer. Sot në Shqipëri është i zbet. Unë mendoj se roli i gruas duhet të jetë më i madh, por këtë e kemi vetë në dorë. Ku ka më shumë seksizëm, në media apo në politik? Se din media apo në politika? Në të dyja. A ka mesazhe ose premtime që detyrojnë të lexosh? Ka gjëra për cilën nuk jam fort e bindur, po përsa ko jam pjesë e një skuadre, besoj dhe vazhdoj të bëj. Nuk ka. Por ne kemi një sugjerim nga drejtuesit e fushatës për të patur një vijë politike e cila korespondon me programin. Sa përqind të postimeve i bën vet? Gjysma, pjesa tjetër me pak zndim. 100%. Përdorni filtra në fotot e rrjeteve sociale? Se besoj se kam nevojë shumë, po kur është këndi i dur i dritës e dora e dur që të bën foto, janë rregull. Në asnjë foto. Gënjeshtra më e madhe që keni thënë? Për 5 minuta takohemi. Nuk e mbaj mend me thënë të drejtën, sepse gjithmonë jam penalizuar sepse nuk di të gënjej. A bëhet teatr në fushat? Përsa ko ka sken dhe drita, patjetër ka edhe aktor. Ka. A ka sinqeritet partia tjetër? Besoj që nga një herë edhe ka, sa i shikon sa premtime që thua vërtet i besoj? Jo, nuk ka. Çfarë nuk do ndryshonit kur te vetja? Këmbgulja. E të thënit gjërave në sy. Dhe çfarë do doni të ndryshonit? Të qenit drejt për drejt, jo gjithmonë vlerësohet. Ta rimendoj më mirë momentin kur mërzitem apo zhgënjehem nga veprimi i dikujt. Në politik, më shumë vetbesim apo durim? Durim dhe vetëm durim. Durim. Do e pranonit një debat me kundërshtaren? Gjithmonë. Me këdo duke filluar që nga kryeministri. Thuaj një fjali duke e parë në sy. Do i thosha që jo vetëm suksese, por duhet pranuar humbja një lloj sa edhe fitoria. Përgatitu se të pret një opozitë shumë e gjatë. Pse nuk bëhet debat sot mes kandidatëve? E provuam të bënim debat, por në anën tjetër nuk ishte argumenta, kishte vetëm zhurmë, edhe shpeshherë edhe dhunë. Sepse refuzon në mënyrë kategorike majoranca për shkak të dështimeve në çdo fushë. Çfarë të bën të dridhet zemra? Rënia e telefonit nga njerëzit e shtëpisë. Kur shoh njerëz të pamundur që t'jenë zot të vetes dhe mbi të gjitha 4 putroshët të cilët janë të pamundur të kujdesen për veten. Nëse nuk fiton, çfarë do të bësh me 12 maj? Do të përshjafoj fort Kronin edhe Joelin, e po ashtu me familjarët e mi do kaloj një ditë bukur. Të nesër pastaj vazhdon përsëri aktivizimi im. Ato që kanë bërë gjithë këto vite, avokate dhe ekspertë kontabël. A ka më misi pas zgjedhjeve? Misit e vërteta gjithmonë shikohen pas zgjedhjeve. Patjetër që do ketë misi, një lloj si dhe para zgjedhjeve. Kë do donit në krah ditën e votimit? Njerëzit e zemrës e mbi të gjitha ekipin që kanë patur gjithmonë për krah deri në këtë pikë. 2 fëmijët e mi. Pse duhet ju besojnë zgjedhësit? Sepse jam një vajzë Tirane që punoj me shumë ndershmëri e mbi të gjitha me përkushtim për të dalë për gjithë ato që ne jemi pjesë në fushatën e Partisë Socialiste. Sepse kam dhënë prova gjatë gjithë opozitës time që përveç se e mbaj fjalën, i shkoj gjërave deri në fund. Një fjali për Piranjat. Një emision shumë interesant, e mbi të gjitha interesant dhe ata që e drejtojnë. E ndjek her pas here. Është një emision fantastik, me thënë të drejtën, me zi e pres në orën 20:44. Ka një lajm mirë për ty. Lajm i mirë për mua? Do shkojmë Tambuk. Sepse ky ishte fundi i Piranjave për sot dhe zyrtarisht jemi në This is the final countdown për zgjedhjeve. Po, dhe ne do vim javës tjetër në një edicion special, para ditës speciale. Por deri atëherë, ju urojmë qetësi mendore, qetësi rrugore dhe kujdes. Piranjat kafshojnë!
nga jugu në veri, me të rëmjë e rësirë, në përfusha, në përkodra, për shëllenjë e kërsirë. Pra burra, hajt pini, ore qast, për gjakallin në të erët, është se e një rast. Hajt pini dhe rëmbeni, pushti qepen, pushti arka, të pa prek ju qeti tre.